Kombëtarja është ndjenjë, krenari, është shpirt, domethënë. Qofse ti futesh pra, tamam me ato objektiv, me atë përkushtim. Ti e fiton ndeshjen sepse Andorra është një kundërshtar i sikletshëm, i themi në futboll. Kjo pyetje në fakt duhet mendohesh shumë gjatë. Ta kthesh dhe herë, domethënë, prit më kush ka qenë më i bukur, ky goli apo ky goli. Po them që golin më të mirë kam bërë jetë se ka marrë i gocë fantastike që më ka dhuru 2 djem fantastik. Vjet David Beckham, si ishte kapiteni i skuadrës, ky anglez. Më jep një shtytje me krah, domethënë çfarë drejqin e do ti, edhe ma thot dhe në anglisht, what do you want, që proteston këtu. Dhe unë i them gjë që nuk thonë, në fakt, what I want to your wife. Chi non te cansò, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit të libri, magjia që bashkon. Chi non te cansò, aty kultura këndon. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje të gjithëve, me shumë muzikë, me shumë energji. Kemi nevojë se tash mes jave është, e kupton. Po, sot i egon je më sportiv se asnjëherë tjetër. Jam shumë sportiv sot sepse ti e di arsyen. Do ta themi pas pak. Po, do ta themi pas pak. Po mirë, java ka shkuar mirë, tani të besoj do jetë edhe më mirë që do kemi kinotekën, biseda interesante, si çdo herë tjetër. Po ku ka keq kur ka kinotek, Viola? Tani e di që mësova unë, të them një sekret të vogël që mësova vetëm para pak për kolegun tim të dashur Egonin, prej kaq shumë vite që e njoh. Tani e di zyrtarisht që dikur ka luajtur basketbol. Ti nuk di shumë gjëra për mua, Viola, po do t'i zbulojmë pak nga pak. Do thuash ti pse e more vesh sot ti që luaja unë basketbol. Po se sot na ra rasti që të flasim edhe për sport, për futboll. Se ne këtu në Kinotek flasim gjithmonë për kinematografi, për libra, për art, për kulturë dhe i erdhi radha edhe sportit. Prandaj e more vesh ti që unë kam luajtur basketbol. Se sportin e na përfaqëson në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ne dim efektin që sidomos futbolli ka në zemrat e gjithë shqiptarëve. Shumë vërtet. Ato që ndoshta ndonjëherë nuk arrin ta bëj asgjë tjetër, duke përmendur këtu edhe politikën, arrin ta bëj futbolli më së miri, i bashkon gjithë shqiptarët kudo që janë, edhe aty nuk ka diskutim, nuk ka një mendje ndryshe dhe një mendje ndryshe, po të gjithë janë në një mendje të përbashkët. Sidomos kur vjen fjala për kombëtaren ton, e cila gjendet përballë 2 sfidave, po themi vendimtare, me ëndrrën e të gjithë ne shqiptarëve që të shkojmë në Amerikë në botrorin e vitit 2026. Dhe pikërisht për të dhënë pak zemër kombëtares edhe për t'i karikuar pak të gjithë para ndeshjes me Andorrën edhe para asaj me Anglinë, kemi kënaqësinë që këtu së bashku me ne në studio të kemi ish futbollistin e kombëtares, legjendën Altin Rakli. Altin. Mirë se erdhët. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Edhe është kënaqësia ime, shumë e madhe bile. Si të gjen kjo kohë, të lodhur, sportiv, se ne rrallë jemi sportiv, siç e përmendi edhe kolegu, po besoj ajo është pjesë e jetës suaj të Kemi filluar sporte më të vështira tani me vënien e peshës edhe të barkut. Nuk duhet ndej gjithkohën në studio, normal që edhe mund veshë çik bark. Është normale. Unë fakt kohën më të madhe kaloj në fush, kështu që e kam barkun pak botollë. Do të marrim edhe këshilla Altin se si t'ja bëjmë që ta ruajmë fizikun pak më mirë, se mirëqenia fizike është e rëndësishme në çdo kohë të jetës. Patjetër, sportin përgjithësi, pra edhe basketbolli, futbolli, gjithë llojet e sporteve është në radhë parë për shëndetin e çdo njeriu për të bërë, për aktivitete të ndryshme, domethënë është për shëndetin e tij në radhë parë. Pjesa tjetër pastaj çdo njeri ka hobit e veta dhe kur futet dhe hobin mes, pastaj bëhet më lehtë për të zhvilluar. Një jetë gjatë, shumë e gjatë në sport, në futboll, në Shqipëri, në Gjermani, pastaj në Shqipëri, po edhe në pozita, po themi drejtuese të skuadrave. Altin, si duket tani që je në një pozitë që më të mirën e karrierës tënde, po themi në futboll e ke marrë dhe e shef nga një moshë pak më e pjekur. Si duket gjithë kjo jeta jote sportive? Ja vleti? Po e vërtet, jemi me një moshë që kur bën një feedback të gjithë karrierës, domethënë që u filluar deri tani, nxjerr ato pikët e tua ku kam bërë mirë, ku kam bërë keq. Normalisht nuk ke mundësi më të rikuperosh, patjetër, por e përgjithshme është dhe më kryesore ne vinim nga një sistem që na majti shumë të izoluar dhe shumë
ndryshe nga perëndimi dhe momenti që ti takohesh me realitetin perëndim është pak ajo frika, stepja, emocione që të bëjnë edhe mos t'japësh të ndër më të mirë, na? Dhe edhe të unë ndodhi kjo. Fakti që edhe vija nga një qytet, nga një provincë si Kavaja, ishte ndryshe pra të jetojë në Tiranë edhe të vije nga një qytet si Tiranë që ka tjetër publicitet, tjetër madhësi, tjetër mentalitet që në atë kohë. Pra kjo e bëri pak më të vështirë. Megjithatë me kalimin e kohës, u ambientova dhe fillova dhe t'jap më të mirën time. Pjesa pastaj a kam bërë maksimumin, a kam marrë maksimumin nga ajo që unë kisha. Këtu pastaj jam pak kritik me veten edhe them që do të kisha marrë pak më shumë se sa kam marrë. Po çfarë mund të bëje në kuptimin që se njeriu e mendon këtë mund të kisha bërë më mirë, po sikur të kisha bërë më shumë. Çfarë do doje të kishe bërë më mirë? Çfarë do doje të kishe bërë? Në aspektin sportiv dhe menaxhues të situatave jam dy pikat kryesore, domethënë që unë do kisha bërë më mirë, edhe do kisha pas rezultate akoma më të mira se ç'pata. Kur e kthej mbrapa kasetën e gjithë jetës, domethënë karrierës futbollistike janë gati 10-11 vjet, 12 vjet në Gjermani dhe një vit në Turqi. Them që me i bilanc paktën çka kam lexuar në Wikipedia se ato ta japin tamam bilancin. Unë vetë si kam majtë shënim. Ato ta bëjnë si vinë. Sa ndeshje, megjithëse nga herë dhe ato janë të sakta të ndërën. Po gjë zyrtare nga mediat apo federatat gjermane unë s'kam marrë, kështu që po i më shumë domethënë po i qëndroj si më thon atyre statistikave janë pothuajse gati 300 diku 40 ndeshje në Gjermani vetëm. Plus edhe një 150 duhet i kem kampionat shqiptar. Dhe duhet kem gjithsej rreth 160-170 gola. Domethënë gjitha bashkë, edhe në kampionat shqiptar dhe në Gjermani. Vetëm në Gjermani kam 80-90 gola si duhet. Pra, duke bërë këtë bilanc, them që nuk është arritje vogël për një shqiptar të vogël nga Kavaja. E vërtetë është. Me gjithë këto peripecia, domethënë këto vështirësira në fillim. Ti je ndër shqiptarët që ke shënuar më shumë gola, Nuk e di, them drejtë nuk e di sa të shënuar. Është pak e vështirë që të bësh një vlerësim të tillë sepse është kjo puna e numrit golave që duhet madhur sakt, po me un kam hyrë dhe kam parë, po themi disa statistika të jo vetëm të futbollistëve të kombëtares tënde, të kolegëve të tu, të asaj kohe, po edhe të futbollistëve të tanishëm shqiptar, qoftë atyre që janë shqiptar të Shqipërisë, qoftë atyre që janë shqiptar të Kosovës, Altin, dhe vërtet jetë ata që kanë shënuar më shumë gola në total, po them në gjithë karrierën e tyre. Nuk e di tani më i mirë jam diku në mes, nuk e di dhe nuk bëj vlerësimit, po kjo gjë më bëri të ndihem mirë realisht. Nuk është, dëgjoj, ne shqiptarët e kemi pak në genin tonë që duhet t'i masim gjonat me konkurrencën, pra. Kush ka bën shumë gola? Këtu nuk ka konkurrencë, unë se kam pa kur vetëm ti jem konkurrent me një djalë tjetër, me një çun tjetër të ekipit kombëtar apo edhe jo. Kush ka shënuar më shumë? Ka djem që ka luajtur në kampionate pak më të lehta dhe kanë shënuar më shumë automatikisht. Por prandaj them që nuk është unë se kam bërë kurrë dhe nuk do ta bëj kurrë. Edhe të vlerësoj ose të mas lojtarët kokë në kokë, kush është më mirë ky që këtu ndodh shumë shpesh. Që edhe pyetjet që mund bëjnë për shumë gazetarë të ndryshëm, kush ka qenë më mirë ky apo ky nuk është e saktë, nuk është as fair, edhe as e saktë. Ajo është lojë në ekip. Se secili ka pas bravo, futbolli është një lojë team game i themi ne. Dhe duhet të funksionojë gjithë skuadra. Nëse ti me skuadrën ke sukses, atëherë gjithë skuadra ka sukses. Domethënë jo individual, nuk është sport individual. Edhe e di çfarë më kujtua në fakt. Unë po flas në cilësinë e njeriu që hap ta zgjedhë modestisht pranoj që nuk marr vesh fort nga futbolli. Shoh vetëm kombëtaren, ama ajo çfarë unë vërej si një njerëz që realisht nuk ja ka iden as cila është lëvizja, goditja e radhës, aksioni i radhës, por më duket sikur këta çunat e kombëtares së sotme janë fiksuar që po e kap topin ose do ta afrojnë drejt portës dhe të tentojnë të bëjnë gol
dhe ta humbasin ose shokut nuk ja hedhin kolegut asnjëherë. Altini do ta vlerësoj këtë, se edhe si trajner tash nga kundërshtrimi i trajner unë se di tani. Kështu që dua një koment patjetër. Tani e shoh unë gabim apo kështu ndodh? Vje keq që ta them, po e shef gabim. Jo, dëgjoj, ne sukseset tona si skuadër, si do flasim edhe për kombëtarën. Do flasim patjetër, do vim. Ne sukseset tona si skuadër si kemi pas individualisht, kemi pas si grup. Kur kemi funksionuar si grup, kemi pas sukses. Ndryshe, nëse dikush, në fakt na ka nderu me raste të veçanta në një aksion personal aty Hasanit me gjytjet nga larg, domethënë, e ka marrë topin vet ai nga krau, futur brenda, ka godit. Ky është aksion individual, domethënë. Por në përgjithësi luajmë në ekip. Ne jemi skuadër që luajmë në ekip. Okay. Dhe po funksionojmë si skuadër, atëherë ne fitojmë. Ma më bëhet çefi që jam gabim në këtë pikë, Nuk është se je komplet gabim. Nuk je komplet gabim, jo. Po se përgjithsisht shikon, nuk dua ta përgjithsoj, po është krijuar një farë opinioni për ne shqiptarët që nuk funksionojnë fort në ekip në çdo gjë, jo vetëm në futboll. Po që është mirë kjo që thua ti që në futboll të paktën funksionua kemi me ekip. Jo. Kjo është paktën çka kemi dhënë këto vitet e fundit. Edhe herën e parë që u kualifikuam me Debiazin, ishte ekipi, s'kishte stars aty brenda, domethënë që nxjidhin situata vet. Edhe tani skuadra funksionoi gjithë në grup. E vërtet. Kemi një Armando Broja që në fakt ka veti individuale shumë të mira, që mund të jetë pak më lart se sa lojtarët e tjerë. Pati një moment mirë sapo doli, sidomos dy ndeshje me Hungarinë, që e tregoi këtë element, që e mori vetë iniciativën, shpërtheu vetë dhe bëri gola vetë. Domethënë lojtar që merr topin vetë, triplon dhe bë gol. Po ai nuk është në forcën e dur për momentin. Ka pas shumë dëmtime, shumë peripecira. Dhe uroj sinqerisht, e kam thënë edhe në media tjera që ne na mungon forca dhe talenti i Brojës që ka. Sepse do jepte një ndihmë të jashtëzakonshme ekipit kombëtar me iniciativët e veta personale, individuale që dhe talentin që ka. Dhe ishte fort të shtuar, domethënë ekipit kombëtar. Që se do të pyesja më vonë, po ta bëj tani si pyetje. Pse nuk prodhojmë dot ne po themi talentet më dha individuale në futboll? Dhe nuk besoj që na mungon po themi talenti i fëmijëve në këtë pjesë. Se fëmijë të talentuar kemi si ne, si Brazili, si Franca, si Gjermania, po them fëmijë, kur janë atë moshë fëmijë, po aq të talentuar. Po pastaj diçka ndodh aty kur rritesh që ti nuk e prodhon dot po them hajde po e them një Ronaldinho apo një Messi apo një Ronaldo në fazat më të rritura të jetës tënde dhe të karrierës. Atëherë ti e lidhe shumë bukur në fakt. Edhe un kam dalë me konkluzion që geni on genetik i shqiptarëve lidhet shumë si geni brazilian i lojtarëve. DNA-ja, si më thënë. Futbolli ka lidhje me pjesën trupore të legenit, pra lëvizshmëria e trupit ka lidhje direkt me legenin, pra driblimi, shpejtësia. Çfarë duhen në futboll domethënë elementet. Brazili ka këtë nota 10 domethënë, për ne prodhon shumë lojtar. Pastaj duhet të kemi parasysh dhe gjë, ne jemi maksimumi 3 milion banor. Ne kemi nxjerr shumë dhe marrim nga jashtë, sepse me gjithë ato që janë jashtë bomi gati 10 milion. Dhe po të bësh një diferencë 3 milion që janë këtu brenda Shqipërisë me 7 milion tjerë që janë jashtë, po e marr diku. Po. Atëre plus edhe kushtet, se po flasim ato që jetojnë janë jashtë kanë metodika e kushtet tjera trajnimi. Atëre patjetër që shumica e lojtarëve do vinë nga jashtë. Është logjike kjo. Pse Shqipëria nuk prodha më? Aq shumë sa ka prodhuar paktën para brezit tim, në kohën e Suldo Mollarit, se unë atë më me, domethënë që jam rrit me atë brez, tu i pa. Edhe në brezin tim që luajta unë, nuk po i më merr të shih se janë shumë, jashtë mase domethënë, të talenta që çan edhe në Europë, luajtën nëpër Bundesliga, në Itali e në Spanjë, domethënë, lojtar fantastik që kanë dalë nga brezi, pothuajse nga sistemi komunist. Pse sot nuk po dalin ai shumë lojtar nga Shqipëria, po dalin me kokra gjithmonë. Nuk kujtohen gjithë emrat tash, Uzuni një nga këto kampionat shqiptar. Manaj po. Por nuk është i kampionat. Mana është rrit në Itali. Nuk vjen nga kampionati shqiptar Mana. Janë disa emra nuk më vjen ndërmend tani, por është shumë pak. Unë besoj edhe e diskutuam dhe pak më parë
me kolegen që sistemi i akademive në Shqipëri filloi mbrapsht. Filloi mbrapsht për një arsye, pra duke u organizu akademit në Shqipëri me fusha të reja, po me sistem të futet kushdoj, ti nuk mund të krijosh një konkurrencë me atë që është i talentum, me atë dhe me atë që nuk është i talentum. Pra duke u stërvit bashkë ato, ai që është i talentum nuk mund të zhvillohet, ai shumë duke u stërvit me atë të jo talentumi që vjen lu futboll për qef. I duhet pa konkurrencë. Duhet konkurrenca, vetëm konkurrenca e zhvillon çdo gjë. Është gjithandej, nuk është vetëm futboll. Kështu është vetëm futboll. Pra, unë duhet të stërvitem me lojtar pa aq të fortë sa unë që unë të zhvillohem. Po. Unë momenti që stërvitem me një shumë të dobët që s'ka din futbollit, por ka ardhur aty thjesht për qef. Atëherë unë nuk zhvillohem si futbollist. Unë e tribloj atë thjesht, se nuk shtrëngohem, pa u shtrënguar. Nuk ka nevojë të sforcohem edhe të pra, këtu fillojmë mbrapsh. Edhe vazhdon edhe sot sa ditë, megjithëse sot pak nga informacionet sikur kanë ndryshuar pak, kanë filluar sistemin e seleksionimit, pra këto të fortit i ndajnë veç, me ato që vijnë për qef i ndajnë veç. Qartë. Ky është problem sistemik, po thua. Patjetër. Problem sistemik. Patjetër. Edhe fushat, të themi drejtën, ka shumë pak fusha futbollit. Këtu fushat e futbollit që ishin që erdhën nga koha e Enverit u bën gjithë ndërtime pallate, tani po bëhen prap nga e para me investim privat, me investimin nga Federata Shqiptare e Futbollit. Edhe shteti shqiptar, paktën çfarë po dëgjoj unë, ka investuar në këtë drejtim, po me stadiume, po ngrehet infrastruktura, po që është akoma dobët në krahasim me shtetet europiane. Edhe kjo është një nga faktorët pse ne nuk prodhojmë shumë futbollista të talentum, që ndoshta e kanë genin, talentin e gjitha, po s'kan këto tjera që unë sapo përmenda. Altin, ne do mbërrim patjetër prap te kombëtarja edhe tek futbolli në Shqipëri, çfarë mund bëhet më mirë, po ne na pëlqen të kthehemi gjithmonë pas tek fëmijëria, se ajo është pjesa, më do me thënë se secilit prej nesh, ajo na formon. Pra edhe nëse ne marrim një drejtim apo një tjetër në një moment më vonshëm të jetës, dhe na fillon gjithmonë ka pas tek fëmijëria. Duhet kthehemi aty për ta kuptuar e për ta analizuar më mirë. Edhe po kthehemi në vitet 70-80, në kavajën e asaj kohe, në kavajën tënde, qytetin që të rriti, dhe besoj bindshëm të bëri njeriu që je sot, se dhe nuk e di në jam e saktë apo e gabuar këtu, po Kavaja ka prodhuar shumë futbollistë mirë dhe shumë talente në fushën e sportit. Po, Sokol Cikaleshi për shembull, Sulbusi, Andi Lila, apo jo, jam gabim, Cikaleshi, po, Kavajs. Po. Si e kujton atë kohë. Dhe gjë tjetër, ne dim, ka një ndarje kështu gjinore, që çunat kur janë të vegjël luajnë futboll. Gjithë mblidhen aty çunat e lagjës, sidomos në atë kohë kur kishte edhe fusha edhe mundësi të bëhej kjo, kurse vajzat kanë përshtypjen në atë kohë luanin me petka, ajo duhet të ketë qenë loja më e përhapur. Po jo të gjithë bëheshin futbollistë. Si e kuptove që nuk do ishte thjesht ajo loja që ti luan me çunat, po do ishte edhe profesioni, jeta, dashuria jote më e madhe. Në fakt unë e kthej gjithmonë kokën pas te ajo kohë. E kthej për një arsye, edhe për nostalgji vet, po më shumë edhe për t'i treguar fëmijëve të mi se kam dhënë 2 çuna. Më dha Zoti 2 çuna, nuk më dha gocë. Ndoshta e ka dhënë qëllimisht për një arsye veçantë për të bërë futbollista, nuk e di. Por edhe i tregoj shumë herë atyre për fëmijërinë time, si e kam kalu. Në fakt në kohën tonë fatmirësisht kishim vetëm topin. S'kishim as telefon, as PlayStation, as domethënë Topi ishte prej lecke apo jo, top apo shkova shumë larg. Jo, topat ishin llastiku ato. Okej, lastik. Topa llastiku, bile ka pasur shitje, domethënë topa llastiku kanë qenë 2 lloj topash, top 100 lekësh i thenim ne, që ishte pak më i madh, dhe top 50 lekësh pa ishte i vogël, si gjyle. Po të thanin ama, ishin kështu me topa llastiku, domethënë ikshin shumë ato se ishte llastik, godishin shumë topa të lehtë. Domethënë unë se harroj, aty ku unë jam rrit, kishim sikur zotit, unë kisha shkollën afër dhe shkolla kishte një fush, duhet ta pranojmë këta gjëra siç kanë qenë, domethënë çdo shkollë kishte fush futbollit madhe, kishte fush basketbolli me qymyr, se s'kishte atë, ta vetëm me qymyr. Dhe ne kishim mundësi me lujt, ku me lujt. Dhe unë 90% kohës aty e kaloja.
Pra, tu lut me çunat e lagjës te fushat e shkollës. Dhe kjo ndoshta më dha një shtesë dhe më bëri shumë mirë që unë në të ardhmen pastaj ta shfryzoja për të bërë futbollist. Dhe duke qenë nga mjesi deri në darkë vetëm me topin dhe asgjë tjetër, them është një arsye shumë e madhe dhe kjo vjen edhe nga hobiu që kishte, ai ishte hobi, nuk ishte as puna gjë. Unë isha fëmia, ishte hobi. Dhe patjetër aty e kupton pastaj që ky lloj hobi, moment që ti të kesh mundësi ta kthesh në punë, është shumë e mirë, por në kohën time, domethënë unë kam bërë kontratën e parë, atës kishe kontratë, po domethënë jam fut në skuadrën e parë profesioniste që ishin ato, që lutën kategorinë e parë. Besa nga Kavajës jam fut 18 vjeç. Dhe nga mosha pasi marrova shkollën fillore, shkolla që unë vazhdova ishte shkollë sportive, pra ishte sistemi në kohën e komunizmit që ishte goxha i mirë i organizum. Pra nuk kishte skuadra, siç ka sot për shembull që e fillonin futbollin skuadra private. E fillonin 6 vjeç me skuadra. Atëherë kishte klasa sportive, pra shkolla sportive. Dhe ne u stërvitshim në ato shkolla sportive pothuajse për ditë. Dhe unë bëj gjithmonë një krahasim sot. Unë kam djalin e vogël 10 vjeç, stërvitet me skuadër 3 herë në javë. Vetëm 3 herë në javë. Detyrohem unë 2 herë tjera të bëj stërvitje individuale. Ta stërvitesh vetë po. Vet. Që ai pak të marr 5 herë dhe i ditë kanë ndeshje fundjavë që të bëhet 6 herë, një ditë pastaj pushim. Nëse ne në kohën tonë kishim shkollë nga hëna deri të shtunën. Po. Dhe të gjithë këto, se ne nuk kishim ndeshje fundjavë, se ishte shkollë. Nuk kishim ndeshje. Dhe ne bëshim 6 herë në javë stërvitje nga 2 orë stërvitje. Dhe 2 herë në javë kishim 2 herë në ditë stërvitje dhe mbas ditës stërvitje. Dhe imagjino çfarë sistemi ka qenë. Çfarë regjim. Edhe ky është një nga arsyet pse nga brezi im, po, dolën shumë futbollistë jashtë mase. E vërtetë është. Një bum futbollisti që në fakt nuk përkonte me situatën politike të Shqipërisë. Shqipëria ishte shumë keq politikisht. Ndërkohë që nga pikpamja e sportit fundi viteve 80 ishte sistem shumë i mirë. Komunist, domethënë marrë nga vendet komuniste, Rusia, aty por ishte sistem i mirë për atë kohë. Ishte shumë. Kjo do të thotë që nuk të krijoj probleme në familje sepse ishe në shkollë sportive, nuk është si puna e atyre që e kanë pasion sportin ose artin, po them, dhe vazhdojnë shkollën për inxhinier, se u thon prindit çfarë do bësh ti me futboll ose çfarë do bësh ti me instrumente, kupton? Dole këtu, se kjo është pjesa më e bukur. Babai im, duhet se pas kanë thënë, me dalë. Babai im ka qenë vetë futbollist dhe ka pas cilësi ndoshta më të mira se unë. Paktën shumë më thonë njerëzit aty, se unë nuk e kisha, e kam parë të lutë me veteranët, edhe wow, do të thonë shpejtësi, teknik, do të shumë, pothuajse më mirë se sa sulmues ka qenë dhe ai, do diçka tjetër, ai e la futbollin herët, sepse ai u rrit panën, u rrit vetëm nga babai, e la 6 muaj e ama se vdiq dhe babai kishte merak, do të thonë ky smuhet i herë pati një ftofje të rënd ku ishte 18 vjeç. Dhe shkojnë në sanatorium, domethënë aty u friksu babai dhe e hoqi nga futbolli komplet. Domethënë ky ishte pjesa që ai nuk luti më futboll. Dhe unë shumë cilësi të mia, domethënë e kam trashëguar nga ai. Dhe është fat i madh kjo. Sepse zakonisht çunat morën më shumë nga DNA-ja e nënës se sa e babait. E vërtetë. Ti ke shumë fat morësh nga babai kur do më bë futbollist bëhet fjalë. Në këtë aspekt babai im gjatë gjithë kohës, sepse isha rrit me ndjenjën e babait vet. Që shkon dhe babai mbaroi shkollë. U bë do mbaroi fakultetin e arsimit dhe u bë mësues më vonë. Do nga futbollisti u bë mësues dhe automatikisht sepse nuk kishte të ardhmë futbolli te ne. Patjetër që ti po të arrije futboll, të bëje futbollist, ishe dikushi, shifesh në qytet, në çdo qytet, Shqipëri shifesh si diçka e veçantë, futbollist, superstar si. Po jo që të siguroj jetën tënde me futboll. Kishe admirimin e të tjerëve, po jo se po bëje diçka ndryshe sa i përket zhvillimit. Pikërisht. Edhe babai më nguli këmbë që unë studioja, po tash unë si kisha qef librat, them drejtën. E kupton? Kisha inteligjencë, matematikën për shkak e kisha 9. Po. Dhe lëndat e tjera pastaj isha prandaj edhe llogarit në fushë ke bërë mirë. Dhe kisha me këtë topi gjithë ditën. Dhe ai insistonte, shkolla bi dhe ja kujtoj gjithmonë. Ja kam kujtuar sidomos në mbas neshjes me Gjermaninë në
në 94 në Kaiserslautern dhe kisha nënën dhe babain unë qendër tribunës, të dy tuaj pa neshin live në Gjermani. Edhe mbasi bëj golin unë, e gjithë tribuna aty njerëz, domethënë njerëz e kishin marrë vesh që janë prindrit e mi, dhe u kthyn gjithë nga ne, tha çfarë ishin aty dhe turnador Turqindeva. Jo ty dha turnador Turqindeva dakor. Ai thash ha më babi, thash tisha bë më mirë, kisha marrë mësuesi ty, thash na vë këtë lloj situata si të duk. Leje bab thonë tha se s'ka, domethënë ishte gjëja që bëre mirë edhe kjo ishte e rëndësishme. Në këtë aspekt, po desha të kthehesh atë mënyra se si bëj seleksionimi i pjesëmarrjes në këto shkolla sportive, se nuk mund të futesh çdo njeri këto shkolla. Kishte një sistem të mirë, super të organizuar. Ne nga vaj kemi pas 4 shkolla fillore. Dhe në çdo shkollë kur marroje klasën e 4-të, bëje një turne me këto të 4 shkolla. Po me sa di unë tash, ndoshta kanë qenë edhe më shumë edhe shkolla që ishin rreth Kavajës, pra nëpër fshatra. Dhe aty bëjnë një turne mirëfillt, pikërisht për të zbuluar talente. Mjeshin pjesë 4 deri në 5 profesora, domethënë të shkollës sportive. Dhe ato zgjidhin, duke pa ndeshjet, zgjidhin emrat. Po. Dhe unë më se unë luaja futboll, përfaqësoj shkollën time fillore. Dhe mbaj mend që erdhi nga këto, tha emrin, a di them emri babës, emri babës të. A dha çuni ta jetë, se Kavaja vendi vonë. Po, ai njihen. Më vonë marr vesh unë kisha fituar domethënë për të qenë aty, sepse ne kemi qenë 20 djem në klasë, që ishim djem. Kishim dhe 10-15 vajza. Vajzat lunin basketbol, djem ishin ose volejbol. Klasa ime ishte basketbol, ishte gjithë basketbol. Dhe vje babai pastaj më thotë, ke qef se të ke fitu, kështu, si s'kam qef, bab, thash, unë për atë jetoj. E di që ti ke qef shkollën, po unë këtë du. Edhe s'ma prishi, domethënë, edhe kjo ishte një gjë shumë e veçantë dhe shumë e rëndësishme që unë të vazhdova, domethënë, karrierën. Dhe unë pata fat shumë madh që u stërvita te shkolla ime me një nga mjeshtrat më të mëdhenj të trajnimit të Kavajës, një profesor Hasan Germani, rahmet pas e ka vdek, që kishte qenë për kohë të gjatë trajner i ekipit parë të Besës. Bëhet një finale e kupës së Shqipërisë Besa Vllaznia në Shkodër, dhe pikërisht në para, domethënë se filloja unë shkollën, nga një gjykim shumë i padrejtë që ishte bërë nga arbitrat, ai kthehet kryetarit komitetit të i Shkodrës dhe i thot, jeni hajdut kupash, i tha. Ky i ndjeri. Pa. Trajneri. Dhe e hoqën ato, dhe e sollën profesor të shkolla ime, dhe unë pata fatin të trajnohem nga ky. Okay. Kështu që ishte fati. Një e keqe për të u kthen në një të mirë për ty. Tani, se e përmende pak atë pjesën se si shiheshin dikur futbollistët nga pjesa tjetër e njerëzve. Tani ke ndonjë histori interesante që ndoshta mund ta ndash me ne, kur dilën rrugë, si të shihnin, çfarë komente zgjoje? Se tani ti ishe dhe i famshëm, bura, kupton? Domethënë, më kujtohet vetëm një rast që bëj diferencë, sepse ti je për ditë në një qytet vogël dhe njihesh me njerëzit, sepse qyteti vogël ka qytet i vogël. Po. Ti njihesh me njerëz, dihesh kush je. Në kohën që luaja me ekipin e U17, 16-17 vjeçare, domethënë para trit i themi ne. Nuk është se normal që njerëzit mbaj mend unë ndeshjet që zhvilloheshin ne, kishte njerëz sa dush, te fusha vjetër ka vajzë, domethënë aty ku ne stërvitshim mbushej njerëz sa dush. Do thonë, mund të ishin çdo ndeshje që ne bënim kampionati aty mund të ishin 500 deri në 700-800 vet. Mos them dhe më shumë. Kishte interes domethënë se futbolli ishte në atë kohë. Çka kishte ka vajzë, kishte gjë tjetër. Fabrikat që kishte ndërtuar verë dhe futbolli. Mirë që kemi dhe pas dhe plazhin aty, plazhin e Golemit. Që ka qenë me vërtet shumë e bukur, por që tani po. Histori tjetër kjo. Histori tjetër. Dhe në momentin që unë kaloj në ekipin e parë, ta 18 vjeç, marr ftesën e parë nga ekipi kombëtar. Atëherë ka marr ftesën e parë për unë 19-tat. Në ndeshjen e parë që organizohet. Ishte akoma komunizmi, Komunizmi pra në 88-89. Dhe ne kishim një ndeshje dhe kemi pas një ndeshje në Francë.
Me Francën. Po, na ra me Franca dhe ky ishte era para që unë i kisha jashtë. Dhe kur u ktheva, morëm në palë jeans, në palë atlete, në gjë kështu se s'kishte Më vjen për qeshur se në fakt jeanset kanë qenë luks në atë kohë edhe kush kishte jeanse ishte i pari i vendit. Vetëm ato që dilshin me maune që bëshin në rrugë jashtë shtetit, vetëm ato kishin jeanse. Kam unë babaj në një shoku tim, avokatit tim Anx Gjani, Lut Gjani, dhe ai për shembull, ai ishte bote rrugë me maune jashtë shtetit, ai kishte jeanse për shembull. Ishin njerëz me pikatore, domethënë që ashtu. Ju shkuat në Francë atje dhe ti bleve jeanse. Ne, bravo, ca gjona kështu, ca gjona për familjen, ku ta diu. Ti kërkonin për xhiro Altin, Në Paris? jeanset. Jo. Miqe shok. Jeanset, ja. Jeanset nuk ti kërkote njëri kështu, po maksimumin i çmçakizme i gjë kështu. Në Paris, e? Jo, në Paris ne kemi luajtur në një qytet Angers. Në Angers, Në po. Angers kemi luajtur ndeshje dhe pastaj kur u kthehem kavaj, patjetër unë i vesh ato, dola. Dhe njerëzit, domethënë çuditërisht, deri dje unë diça dhe domethënë ai që më njifte, Altin mirë si kalova. A ditë, domethënë me burra e gra, me çuna të ri, goca të reja, çfarë ishin domethënë, shifshin gjithë kështu sikur po shifnin njëri tjetër. Domethënë ky s'do të jetë kavaj, domethënë sikur s'nifshin mua. Ky kush e di nga ka ardhur. S'është vjen Ali. Nga ka ardhur, pastaj kur Altini. Kjo është majmen Ka që ndryshe dukesh në atë kohë. Qose ti merri një gjë të jashtme për shkak. Po njëri tjetër. Durrësi, dëgjoj, qytetet e çanta si Durrësi që kishte portin, kishte shumë njerëz që dilshin jashtë shtetit me anije, me marine, me kështu, me maune. Dhe Tirana patjetër si kryeqytet. Po qytetet e vogla pastaj. Shifshe shumë njerëz me xhinsa, po qytetet e provincat vogla si Kavaja, po rrethet e tjera nuk ishte shumë njerëz me xhinsa, me pulovra, me atlete. Ishte e çuditshme. Sa i takon futbollit në fillimet e tua, talenti ishte i dukshëm dhe i padiskutueshëm, por nga ana tjetër na kanë thënë edhe trajnerët edhe mësuesit tanë që po nuk pati disiplinë dhe punë konsistente, të lodhesh, po të lodhesh me gjithmend, nuk arrin dot rezultatet. Si qëndronte, po them, në fillimet e tua kjo pjesa e disiplinës edhe e punës? E kishe të natyrshme apo do duhej ta sforcoje pak veten që të qëndroje në se tjetër gjë është kur luan për qejf dhe tjetër gjë është pastaj kur ti ke një përgjegjësi tek ajo gjë që bën. Kam përshtypjen që jam rrit mirë nga prindët e mi, sidomos babai se ka qenë edhe si thash, njëri i shkollum, njëri edhe sportist, edhe mësues nga edhe mësues, edukator. Ishte pedagogjin, po them. Pedagogjin dhe them që jam rrit mirë. Jo se nëna ishte më pak, por nëna ishte më pak e kualifikuar në këtë drejtim. Ishte më shumë shtëpiake që merr me punën e shtëpisë me atëherë, domethënë do të ishte patjetër gruaja e shtëpisë, do të ishte do merresh me gjitha, do lante rrobat, do gatunte, do i të dhën punë shkreta. Kështu që do merrem me fëmijët. Në këtë aspekt them që kam marrë edukim mirë nga prindët e mi dhe nuk kam pas probleme në jetën time disiplinore. Edhe kur isha në Shqipëri, kam qenë gjithmonë korrekt dhe i mbasha planit, unë mundoja të mos devijoja nga asgjë. Nuk shquesha për një fëmijë grinavec apo që bëja probleme. Nuk kam qenë kështu, por kam qenë impulsiv, fakt. Sidomos kur më bëja pa drejt, qoftë nga shokët e mi, po edhe nga një tjetër, e thoja, nuk e mbaja, domethënë me kërku drejtën time. Kam qenë impulsiv. Kjo impulsiviteti në disa raste edhe më ka penalizuar. Gjë që kur shkova në Gjermani më shumë, kur shkova në Gjermani për shembull, 2 vitet e para kam marrë 4 kartona të kuq. S'ta përtojnë fare domethënë. 4 kartona të kuq. Se gjermanët janë hello, edhe pastaj vazhdon fytyra. Dhe më e forta ishte domethënë kartoni i kuq i parë që mora, aty rand sy impulsiviteti i këtij personi dhe fillon pastaj gjithë mbrojtësit që lunin kundra me më provokojshin vetë, se ky do bi brenda. Kjo është pika dobët e Altinit edhe le të shfrytëzojmë këtë. Më fuçin ai pickume këtu gjatë kohës, si do topi ishte anë, më fuçin ai pickume, unë ja fuça mbryl. Tu karton e kuq unë haja. Do këtë drejtim po edhe aty po thaj fillova të mësoj, thash o prit më.
Edhe Gjermania të disiplinohet akoma më shumë. Jo, pas 4 kartonave të kuq nuk e vëm diskutim që do vije dhe disiplinimi sa i përket impulsivitetit. Po di çam ka bërë gjithmonë shumë përshtypje me futbollistët. Ne pak të vritemi edhe bëjmë namin, Altin, namin bëjmë. Mos të them që fillojmë duke qarë për një gërvishtje ndonjëherë. Si ja del të luash ende në fush, edhe pas atij rrëzimi që duket aq i frikshëm edhe aq dëmtues në sytë e neve spektatorëve të paktën. Tani, çdo dëmtim ka ato specifika të vega, që futet shumë aktrim aty brenda nuk diskutohet. Që futet shumë aktrim aty sepse çfarë ndodh? Në futbollisti ka një qëllim që futet në fush. Okej. Mori sa më shumë faulla, Po. bëj sa më shumë gola të fitojë ndeshjen. Ky është qëllimi. Okej. Dhe ti arrish gjithë ato duhet dhe çik aktrim brenda. Jo vetëm futbollist, por edhe aktor. Duhet dhe çik aktrim aty. Por unë flas nga eksperjenca ime personale. Nga herë ka aq dhimbje sa ti sta me Armenia. Ka aq dhimbje sot është bërë shumë i lehtë, sepse mënyra e arbitrimit sot janë fut shumë rregulla që e kanë disiplinuar jashtë masë. Po në kohën time që luja unë nga mongër shkelma pa hesap, unë disha nga herë, jo nga herë, për shumicë raste me kavile kaq nga fusha. Se nga që isha tipi shpejt, gjithmonë e fuça akoma përpara kundërshtarit dhe vite taka direkt tek koma ime, tek kavilet. Dëmtimi më i madh që ke marrë që mund të ketë rrezikuar edhe karrierën? Kjo. Unë kam pas fat sepse 80% të rasteve të futbollistëve profesionist, të gjithë kanë nga i dëmtim gjuhë, o ligament, domethënë hajnë thikën gjuhë, operacion. Unë shqyr Zotit s'kam marrë një jetën time, maksimumi ka marrë një gjilpër në muskull, te muskujt, apo dhe te kavilet, se kam luajt për shembull, e kisha kavilën e ojt me kaq, duhet luaj patjetër si isha lojtari kryesor i skuadrës. Më bërën gjilpëra që më se ndjenja dhe u fuqa në lojë. Domethënë, sot është e pamundur, nuk do. Çan to more koncept. Jo vërtet, jo nuk është futbolli aq i lehtë sa duket më jashtë. Jo, i lehtë nuk e vë në diskutim, edhe zakonisht nuk e di pse e komentoj Egon që ne jemi aty në rehatin ton duke ngrënë ndonjë gjë, mundësisht të pashëndetshme, edhe duke thënë, "Po bëje more gol, pse se bën gol?" Po hajde ta bëj golin duke u dëmtuar. Ka shumë sakrifica futbolli. Jo vetëm në kohën tënde, po them edhe futbolli më përpara ka qenë shumë i egër. Edhe më përpara se unë ka qenë akoma më egër. Po kanë rregullat duke përmirësuar çdo vit. Tani për shembull ka ardhur kulmi. Kur bën një faull, ta prekësh pak se faull. Kur bën një faull që është i rënd, ti del direkt në karton kuq. Nuk ka shans. Edhe mos ta japi arbitri, aty ke sistemin VAR që e shef aty ta kthen nesh edhe mas 5 minutash. Kur thotë ai ka bërë gabim atje, s'ka nxjerrë çik jashtë. Ndërkohë që për të njëjtat raste të rënda në kohën tënde, çfarë merri? Një të verdh maksimumi? Po çama më raste të tilla që sot jemi në karton të kuq. Unë nga mongër me qindra e mos të me mira goditje si punë atyre së mirë as ka karton të verdh. Vetëm faull. Ka qenë futbolli shumë më i rëndë edhe shumë më cinik se sa i përket kartonave, nxjerrjes kartonave, pra nuk nxjerr kartoni shpejt. Duke parë se çdo gjë vjen me statistika, duke parë që kishte dëmtime të shumta, të rënda, erdhën edhe rregullat më të rrepta, si më thon. Po nga ana tjetër, më të sigurt. Nga ana tjetër kjo nuk se jemi kështu, ne amatorët gjithmonë nga jashtë, unë dhe Viola që e shohim nga jashtë. Sidomos ti, po edhe unë nuk jam shumë larg teje, beso. Nuk e ka bërë, po themi, futbollin më pak dy luftues, po themi më pak të dhunshëm, nëse mund ta duke qenë se është më pak i dhunshëm, nuk është dhe më pak dy luftues. Pra ne kemi një prirje që ata futbollistët e hershëm ti perceptojmë si gladiator, si më të përgatitur fizikisht në parametra, pra i jepnin vërtet shpirtin në fushë. Po ne e kuptonim këtë nga aspekti fizik, se ne nuk e dim se çfarë mendon futbollisti brenda. E kupton, po e shohim që ai bie, çohet prap, çohet prap, triblon dhe bën gol. Dhe pastaj shohim Neymarin sot që rrotullohet, shkon deri atje duke u rrotulluar dhe themi që ka një dallim tani te qasja e futbollistëve nga atëherë tani. Dgjoj. Ma shpjego tash se u zgjata shumë. Shpjegoj me dy fjalë sepse kjo është temë shumë e gjerë dhe është diskutim shumë i madh.
Unë ty do t'jap dy aspekte, po du t'i shohësh në video. Du t'i shohësh ti vetë në video. Du t'i shihni domethënë ju me sy. Në video, një skem të futbollit viteve 80, 78-80, dhe unë kam këte në dy ndeshje. Barcelona me Maradona që lutet me Barcelonën, dhe një kampionat anglez që lutet një që është sot aktor filmi, dhe në atë kohë ishte mbrojtës një skuadre në Londër, West Ham nuk e di domethënë, ishte mbrojtës dhe aty nuk i thrisin emër, i thrisin Kasapi. Okej, je imagjino. Domethënë ai se njifte topin, ai shifte vetëm kundërshtar. Domethënë imagjino lutet kampionat anglez. Ai s'luante me topa, ai luante. Nuk e di si e ka emër, nuk ja gjen, është aktor filmi sot. Do ta gjej patjetër. The Butcher, Kasapi. Ora ashtu i thrisin ato aty. Dhe në qoftë se ti ishe vetëm këto dy aspekte. Që ai nuk ka interes për topin, nuk i intereso topi fare, po i shko vetëm me ngretat e najër. Po. Kjo ka sot po flasim, nuk ka shans ndodhi sepse ai dënohet me burg. Nuk dënohet Lisandro Martinez jo me të kuq. Jo me të kuq me burg. E kem burg. Se është një lloj sikur po të bim me thik. Domethënë se unë s'kam interes për tomin, më duhet vra vetëm ty. Po çfarë kuptimi ka kjo? Po kështu ka qenë për atë kohë dhe ky është evolucioni i kësaj që unë sapo përmenda, domethënë që nuk ekziston më kjo lloj lufta për top është sot. Sepse futbolli është Terry Butcher. Bravo, ai është. Unë e gjeta mbi emrin, Butcher. Ai është. Kasapi. Jo, po një gjë se kuptoj tash se okay, sado agresiv të jesh, edhe sado rregullat të jenë po themi të papërpunuara. Ti ke hyrë në fush për të luajtur me topin, sado agresiv ti jesh ti, duhet të ndjesh. Se u shokova një moment nga këto pamje që gjeta në Google. Është çfarë kuptimi ka kjo domethënë? Jo, dëgjoj, futbolli që është sport. Që është lufta brenda nuk diskutohet sepse ti ke kundërshtar dhe ke shumë kundërshtar aty. Problemi është që ky evolucion që ka ardhur ka qenë domosdoshëm, jo për të penguar luftën sportive, sepse lufta sportive nuk ka lidhje me këtë që po them. Jo, sigurisht. Domthon aty bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve. Lufta sportive ti mund dëmtosh sot. Por jo qëllimisht. Pra unë futem për top, ka pa dashje konën tënde. Okej, ndodh. Dhe ti do mosh kartonin e verdh. E kupton? Edhe ky karton i verdh, ty t'jep mundësinë e paralajmërimit që mos më bë prapa të do kur të futesh për top herën e dytë do mendosh dy herë se po morë edhe një verdh del jashtë. Më kupton? Dhe ama loja e futbollit në vetvete, cilësia e futbollit është rrit. Sepse këto ndërhyrje dëmtonin futbollin. Nuk e elenin të se përpara, pra nuk ja heqin bukurinë e futbollit. Se futbolli është art më. Me këmbë do e marrësh topin. Ti me dorë merr topin, edhe me zi e hudh atje. Këtë do e hudhësh me këmbë. Dhe për ne është art, është sporti më i bukur në botë. Dhe më interesant, sepse ti ke dy këmbë, edhe do ecësh me topin. Edhe do e hudhësh pas, edhe do bësh gol. Pra sporti i futbollit është art në vetvete. Art edhe art i vështirë. Përqendrohesh vetëm te arti, pra ca gjëra duhet eliminoheshin me kohë, sepse dëmtonin në shëndetin e njerëzve direkt. Pra se futbolli nuk është boks, që unë do me të vra ty. Boksi është sporti më i rëndë që ekziston. Po megjithatë, po edhe në boks lëvizjet janë kontrolluara patjetër, po futbolli është një lojë e cila duhet shijohet në fund ditës nuk është boks. Boksi është sport i rëndë. Është sport i rëndë, vetëm sport i rëndë. Domethënë është megjithatë, jo, dakord jam që është art, dhe art është po, nuk duhet bëhet teatr fare pastaj. Jo. Edhe kjo pastaj të kalosh në teatr fare, jo, patjetër. Ka një farë, ka i farë shpirti loje dhe ai Maradona që i fustin katër këmbshat, binte dhe çoi prapur burr. Nuk rrotullojnë fush si këta burra. Binde, çoj prap fillon të vraponte. E kupton tash. Futbollisti Maradona. Këta i çikti prekësh bien shesh dum penallti tash. Dgjoj, futbollisti Maradona, Messi, mirë, është tjetër gjë, ashtu është. Beckenbauer, Cruyff, Van Basten, apo Platini, domethënë to lindi shumë rrallë. Ashtu. Tani me thënë të drejtën, e di çfarë them unë ato minutat e fundit të shtesës e kam gjithmonë për kombëtarën, se unë vetëm kombëtarën shoh tani. Dua të tregoj me sinqert. Edhe them, "Më çuna bëni çik sikur bini rrezonin fush." Ja, kjo është pasaj pjesa që fillon marr minuta, se vët verdin ai më duket që se evolon. Sistemi VAR tani se të kontrollon. Se dje ishte një arbitër që vendoste çdo gjë, tash ka shumë kamera aty, i fusin vizën ato ka shumë gjëra që nuk lën njeri më me bë hile sot. E vërtet. Altin, ti nga Besa e Kavajës, shkove në Bundesliga apo jo? Pa.
Në Bundesliga pas një karrierë të jashtëzakonshme, ti je futbollisti i parë nga Shqipëria që luan në Bundesliga? Më duket se po, ndoshta. Në Bundesliga mbas 90-s, domethënë që u havën kufit, me sa më unë kam qenë i pari që kam marrë nga Shqipëria direkt. Futbollisti i parë Viola që luan në Gjermani pas viteve 90. Plani fillestar ishte që do shkojë në Greqi apo jo? Kjo është informacion surprizë që e keni marrë ju. Po ne jemi gazetarë tash, edhe ne dim të fusim golin. Pse nuk shkove në Greqi, po shkove në Gjermani dhe vjen pas golit famshëm apo jo me Gjermanin. Mos gaboj. Paktën Jo. Domethënë deri këtu ishit të sakt. Në 91-shin, domethënë para se më ik në Gjermani unë, më fton ekipi kombëtar. Unë isha akoma antar i ekipit të Shpresa, pra U21-shit, dhe më fton ekipi kombëtar i rritur. Atëherë ishte koha që lojtarët bazë të ekipit kombëtar që ishin Sokol Kushta, Ed Abazi, që lushin sulm, domethënë ai Vlonjati, Vasiluci, Bubeqi, do ishin disa emra që ishin kohët e fundit ishin lojtarë stabil të ekipit kombëtar, që ishin edhe më dhejt, domethënë se unë. Ishte periudha që po largoheshin gjithë nga Shqipëria për të kërkuar, sa po hapeshin kufit, sa ikshin nëpër male, domethënë ishte rrëmuj atë kohë. Dhe federatat e Shqipërisë për herë të parë, mas kaq kohësh, domethënë organizojnë neshën e parë miqësore me Greqin, fqinje. Unë atë kohë isha kërshënuesi më mirë kampionatit shqiptar. Dhe më fton ka qenë profesor Bekush Birshi, një njeri i drejtë, njeri shumë korrekt. Profesori nga Vlora. Ishte njeri shumë korrekt, njeri dhe ishte trajner ekipit kombëtar në atë kohë, më fton mua. Dhe duke pas parasysh që nuk ishim shumë sulmues në dispozicion, ai më futi më informacion atë ditë me Greqin. Po aty ishte miqësor, Ishte ndeshje miqësore që Malstava. Dhe unë aty bëra neshën time e tjetër, si më thonë, isha shumë mirë, bëra, shënova dhe gol, fituam edhe ndeshjen 1-0 me golin tim. Atë ditë. Dhe mbas neshjes kishin ardhur shumë menaxher nga Greqia. U pata shumë biseda aty, unë greqisht nuk flisha pak anglisht, domethënë kam mësuar se kemi mësuar në shkollën fillore anglishtën. Isha i privilegjuar se në atë kohë mësoshin vetëm rusisht. Kurse ne që merresh me futboll, vetëm ne që merresh futboll mësoshim anglisht. Domethënë ishte gjë e mirë kjo, shumë edhe tu kishim fat. To komuniku me plus që ishin ca menaxher që ishin lidhur me këto minoritarë shqiptar që flisin greqisht dhe më përkthenin. Kisha shumë kërkesa aty nga shumë, po mbas ndeshjes çuni i ri, nuk dija këtë gjë më përpara dhe më hutova kështu. Po me menin që Greqia është më afër Greqi. Në fakt doli varianti tjetër me Gjermanin, edhe unë u transferova në Gjermani. Tani, dalim të përgjigja, në qoftë se do bëj një bilanc, është më mirë kjo që zgjodhe, apo ajo që mund zgjidhje në Greqi. Është e dukshme që kjo që zgjodhe se tash i Gjermani. Ja ta dëgjojmë një çik Altin, çfarë mendon që? Po nuk e di, do dëgjoja përgjigjen tënde që mos dilja në... Po duke ju referuar. Më mirë Gjermania patjetër, Më mirë Gjermania patjetër. Jo, nuk po them për futboll, po Gjermania për jetën. Gjermania burtë që Greqia Ballkano burtë një. Pikërisht këtu ndal për jetën. Se do donte një jetë çik më ballkanike. Ishte kjo që thuti më saktë Gjermania se vend më i përparuar në atë kohë ishte sapo ishte bërë kampion bote. Po, në 90-ta, po. Dhe unë ika në kampionatin e kampionit botës atje, domethënë. Nga ana e jetës pastaj dëgjoj, Gjermania është një popull që jeton për të punuar, nuk punon për të jetuar. Okej. Kupton? Gri. Kjo është koha nuk është shumë e përshtatshme, ne që jemi mësuar me diell 300 ditë në vit. Greqia t'i jep të mundësi edhe me jetu, pra me shiu pak jetën, edhe me shumë dete e gjona që ka aty, nga ana pastaj profesionale, patjetër që Gjermania ishte zgjidhja e dur. Se kampion bote. Ishe në fillim shkove në Freiburg apo jo? Atje nisi. Sport Club Freiburg, po. Atje shkova domosdoshmë, atje u kriju lidhja tre sezone, pra 92-95 Altini ka qenë tek Freiburgu, pastaj ka qenë te Hertha e Berlinit 2 sezone 95-97.
Pastaj tek një skuadër që unë s'po ja lexoj dot emrin. Ajo e ka Spielvereinigung Unterhaching. Okay. Ta tentojmë një herë. Edhe një herë Altin të lutem. Spielvereinigung Unterhaching. Jo, mos e them. Thuaj atëre si thonë shqiptarët. Si i thonë shqiptarët, po? Unterhaching. Unterhaching. Po si më duk sigur po flisja diçka ande nga gjua mandarinet. Po, si kinez. Unterhaching. Unterhaching. Kështu do thoshin në shqiptarët atëre. Unterhaching është një zonë një zonat më të bukura të Muniut. Do është pjesë e qytetit Muniut. Është si kombinati këtu në Tiranë. Është në Munich kjo skuadër. Po, është si kombinati fix, siç është kombinati në Tiranë, është Unterhaching në Munich. Po besoj se ka stadium tjetër, ju nuk luan në Allianz Arena, me të Bayernit. Normalisht aty kanë stadiume. Disa skuadra në Munich, është për shembull Bayern Munich që është e para. Është 860 të Munich. Po, edhe kjo 1860. Edhe Unterhaching, pra këto 3 skuadra janë kryesore të. Pastaj ka skuadra amatore të tjerë. 5 sezone atje te Unterhaching i Muniut. Emra të tjerë të vështirë. Dhe pastaj u ktheve në Tiranë, po dua të ngelem pak në Bundesliga para se të kthesh. Pra nga viti 92 Altin deri në vitin 2003. Atëherë në Unterhaching ndeta 5 vjet. Po. Pastaj nga Unterhachingu ika një vit në Turqi, në Superligën turke. Po. Me një skuadër diku anë në kufimi i Irakun. Mi që s'kishte luftë atëherë. I pas kam bjetuar shumë kohëve. Jo, aty afër Gaziantepit, Diyarbakir quhet. Diyarbakir, okay. Diyarbakir Spor, kështu e themi. Diyarbakir, po. Dhe u ktheva pastaj prapë në Gjermani mas një viti në Jan Regensburg, Liga 2 gjermane. Po. Pastaj nga Regensburgu erdha në Shqipëri. Ti ke patur momente shumë të mira në Bundesligën gjermane, ke shënuar shumë gola, patjetër, ke ndihmuar po themi në skuadrën, nuk e di, në shpallje kampion, në kategorinë ku luaje ti. Momentet më të mira të tua në Bundesligë, për shembull, cilat e kanë qenë? Në fakt kur e kthej kasetën edhe herë gjithë jetës karrierës sime atje në Gjermani, nuk kam qenë pjesë e skuadrave të mëdha që pretendonin për kampion apo qoftë edhe për vende 2-3. Kam qenë pjesë e skuadrave modeste. Okej. Në Bundesligën 1 po flasim, pra në elitën e futbollit gjerman. Ndërsa kur kam qenë pjesë e Ligës 2 gjermane, që është goxha mos them edhe më e fortë se domethënë se ka shumë luftë sportive, ka shumë agresivitet se Bundesliga 1. Kam qenë pjesë e skuadrave të Ligës 2 dhe kam dalë 3 herë kampion i Ligës 2. Pra, dhe jemi fut në parë, me 3 skuadra të ndryshme, me Freiburgun, që sapo shkova vitin e parë. Domethënë atë vit që shkova unë dhe isha këshënuesi më i mirë i skuadrës, lojtari kryesor i skuadrës, që erdha nga hiçi, pra më njoft domethënë dhe u bëra aty në një kohë shumë të shkurtër brenda një viti, dhe që u hoqja skuadrën në ligën e parë. Si i Freiburg kanë qenë edhe me Hertha në Berlinit. Po. Që shkova në Ligë 2 dhe futa në Ligë të parë, unë dhe skuadra, jo vetëm unë, domethënë, por që unë si sukses personal dhe quaj. Gjithashtu dhe Unterhachingu. Dhe Unterhachingu, domethënë një skuadër modeste e Muniut, pra një skuadër e treta e Muniut, po që ka qenë gjithmonë si satelit i Bayernit. Po. Ka, domethënë është koalicion me Bayernit, si skuadër satelitore e Bayernit, domethënë. Dhe Bayerni e ndihmonte gjithmonë me lojtar që nuk i përdorte vetë për shembull po azim, sidomos te ekipi i dytë, jo te ekipi i parë, se ekipi i parë ka pas gjithmonë. Patjetër. Dhe që në objektivat e veta e kishte suksesin më të madh po të qëndronte në Ligë 2. Ne u futëm në Ligë të parë dhe tu kam dhe një kështu Më duket është ai momenti që ti me Unterhachingun ke ndihmuar Bayernin e Munichut të shpallet kampion. Bravo, ajo është një vit mbas, por momenti që unë erdha në Unterhaching, më vjen Bild-Zeitung, një nga gazetarët Bild-Zeitung që na kapte bulonte sportin në Unterhachingut, se është ndamë, bile edhe sot sa ditë e kam mik. Dhe më bën një intervistë mu, si lojtari i ri që sa kisha ardha, në kush është objektivi, thash gari, tash unë kam marrë këtu, tash unë që të futem në Bundesliga. I pari qeshi ai. Do në qeshi se mori seriozisht, është mirë këtë me vetë, që Bundesliga thotë. Erdi nga Shqipëria, jo nga Shqipëria, nga këto skuadrat. Nga Berlinit, po. Dhe më thënë,
ishte një objektiv qesharak për atë. Dhe të ndesëmen, edhe sot intervjisa shkët nesëmen në klub. Edhe Bild Zeitung e lexuan të gjithë, ata kishin lexuar dhe çunat e skuadrës. Edhe sa futën, hajde o Bundesliga, tu vol. Do ato me të qeshme. Po ti si reagove? Me i çfarë? Mirë, Ka problem thash. Okej. Unë kështu e shoh. Unë nuk jam loser, i thash që të vi këtu, për me net më hongre çap buk. Unë duhet thash unë Sjell diçka. kërkoj maksimumin e asaj. Ky jam unë, kështu vi. Edhe një vit më mbrapa në u futën Bundesliga me Gjermania, më shifshin gjë shumë mu. O ti çaj di më thëm, mos je gjotha shenjtorti dhe që ke parashikon të ardhmen? Po në fakt jo, se ti kishe bërë gola, ti kishe dhënë rezultate, kështu që shenjtor nuk kishe. Njihte kapacitetin edhe skuadra ishte goxha më. Do trajneri që mblodhi skuadrën, unë në fakt të herët e Berlinit pata shumë probleme muskulore atë vit. Dhe nuk pata mundësinë të aktivizohesha shumë, si isha gjithkohë. Dhe kjo ty të jep pak mundësi edhe për rinovim kontrate. Pra, klubi i Hertës Berlinit ishte i pak naq me mënyrën si kishin rrjedh vitin e dytë ngjarjet me mua. Dhe unë vetë doja të largohesha se shifsha Hertën e Berlinit jo më si perspektivë nga gjithë këto gjëra që ndodhin, edhe doja të lëvizsha. Dhe trajneri, si puna ime, lojtar si puna ime, mblodhi nga shumë skuadra që ishin lojtar shumë të mirë, por nuk kishin pas fat atë vit. Dhe bëri skuadra shumë kompakte, shumë mirë, dhe për ne atë vit domethënë patëm shumë suksese dhe u kualifikum. Po unë shifsha kualitetin. Edhe kur shef një kualitet, se të shohësh një skuadër që do është normale, s'mund të japësh deklarata të tilla se si e budall. Domethënë ti e shifi që kishte një perspektivë. Kisha besim te skuadra që mund. Dhe është ai momenti që mua më kujtua që ti ke ndihmuar që Bayern Muniu të shpallet kampion atë vit, që ne u futëm në Bundesliga. Atë vit, që ata të besuan ty, që ata qeshën në ty. Bravo. Dhe u futëm ligë të parë. Ti jo vetëm që u futen ligë të parë, po ti ndihmove edhe Bayernin që të shpallej kampion i Gjermanisë. Ligën e parë ne domethënë e siguruam në mesin e tabelës, se domethënë ishin skuadra modeste, lojtar të ri të mëdhej nuk morën se nuk i kishin kapacitetet financiare. Ne me atë skuadër ngelëm në mesin e Bundesligës, një që ishte suksesi jashtëzakonshëm. Jo vetëm kaq, po në fund fare, në ndeshjen e fundit të kampionatit, Bayern Leverkusen në atë kohë ishte skuadra më e mirë kampionatit. Ishte skuadra më e kompletuar. Kishte një 3 brazilian, Emerson, Zé Roberto, Ulf Kirsten, ishin lojtar Michael Ballack, do ishin komplet lojtar formacioni o brazilian, kombëtarës o gjerman. Kombëtarës gjerman. Do ishin skuadra më e kompletuar. Të dyja ndeshjet me Bayernin e mytën Bayernin, i morën 4 pikë, nuk ishte sistem 3 pikë, atëherë 2 pikë. Dhe ndeshja e fundit e Bayern Leverkusenit ishte 2 pikë larg Bayernit. Të Muniut, po. Ishte 2 pikë larg. Ndeshja e fundit e Bayern Leverkusen ishte kundër nesh në stadiumin ton. Po. Bayerni lutet po në të njëjtën qytet, pra në stadiumin e vet në Olympia Stadium, lutet kundër Werder Bremenit. Dhe Bayerni duhet fitote, to duhet humbicin. E ditë Bayerni kampion me gol avarash. Me gol avarash, po. Me pikë barabarta. Me gol avarash. Edhe Bayerni vetë domethënë e ditë që e kishte unë kampionat. Po. Por kishin një mjeshtër ata dhe kanë sot domethënë që është ai ka një nga njerëzit më të zgjuar dhe më jo rezultativ, pse ka qenë vetë futbollist Uli Hënës. Uli Hënës, po. Drejtori më duket i sportiv, mos gaboj. Ai ka qenë president, drejtor, domethënë ka qenë gjithkohën pjesë aty, ai e ka ndërtuar të klub Bayernin bashkë me Franz Beckenbauer. Ai ishte njëri domethënë se ishte edhe biznesmen. Po. Ai ditë ku ti prekte gjërat. Dhe unë atë kohë ishte thash sateliti i Bayernit. Kishin marrëdhënie shumë të mira bashkë. Dhe nga kjo pikpamje ne e dinim që këtë ndeshje pavarësisht se ne kishim marrë pjesën tonë, ne kishim kap mesin e kampionatit, ishte ndeshja fundit dhe kur vjen fundi i kampionatit gjithë futbollistat, sidomos ato që nuk luajnë për objektiv, që i kanë realizuar objektivat, e kanë menjen te pushimet, se kanë menjen më të ndeshje. Ku do bëj pushime Maldive me dashur, me familjen, domethënë s'mendon njëri më për ndeshje aty, ndeshjet e fundit të kampionatit, se edhe janë lodh. Po, patjetër nuk diskuton. Kur je pa objektiva ka fjalën, se kur të duhet të finale për fundit, je akoma se mund kesh finale në fund për shembull, është tjetër gjë. Po kur edhe ne nuk kishim objektiva, ama kishim ndeshje të tillë që ne ishim të obliguar të jepshim maksimumin ton, sepse
duhet ndihmonim ortakun ton, si më thon, Bayern Minut. Por që uli hënës ishte mjeshtër, ishte mjeshtër. Unë isha, në atë kohë isha zëvendës kapiteni i skuadrës. Kapiteni ishte një djalë tjetër. Dhe ai I kërkon presidentit ton një takim miqësor në një kafe, thjesht me presidentin dhe kapitenin dhe zëvendës kapitenin e skuadrës. Tash nuk bëhe fjala për rrushfete e gjona, domethënë. Para ndeshjes ky muhabet. Para ndeshjes. Okej. Para ndeshjes. Interesante kjo. Para ndeshjes. Domethënë një javë para ndeshjes, edhe pra se di marrëdhënia dhe aleanca që kishte Bayerni me Montarangu, pra di. Po. Dhe kundërta ishte Bayerni dhe kundërta ishte 860 që ishte rival me këto dy, domethënë nuk kishin lidhje. Dhe ne patëm takim një nga kafenet e qytetit, e kupton, ku zakonisht shkonin këto lojtarët e Bayernit, shkuam aty dhe pimi kafe me presidentin, me këtë drejtori ishte në atë kohë. Uli Hënesin. Po. Edhe tekstualisht ne po bëshim muhabete të ndryshme, pa përmend fare punën e ndeshjes. Një moment thot ai, Zimmerman I thot atij kapitenit, si duket skuadra këtë javë? I keni përnotuar pushimet? Se keni mendje fare për ndeshjen. E keni përnotuar pushimet? Dhe kapiteni I thot, maestro I thot, ne se është ky djali kapiteni që ishte ne ishte Venali, është nga Bayerni domethënë aty. Edhe sot punon te klubi, te fan klubi I Bayernit Munich. E djali sot domethënë. Tha, ne tha akoma si kemi përnotuar pushimet, tha sepse kemi edhe neshje shumë të rëndësishme, thaj. Okej. Domethënë, ky ishte biseda. Po që u morën vesh se për çfarë. Imagjino sa tash e kuptoti kur korruptohen gjermanët, po ne shqiptarët. Çfarë faj kemi ne? Ishte për. Tani me që ishim te kam fjalën, imagjino të ishte në Shqipëri, ndodhte Shqipëri, çfarë do ndodhte, çfarë do bëj. Kam pi kafe, po. Me që ishim tek pushimet, tani në qoftë se futbollistët I paramendonin pushimet në Maldive, në ndonjë vend, kështu ka nga ata si ne që kohën e lirë duan ta shfrytëzojnë duke lexuar, edhe për këtë na vinë në ndihmë sugjerimet nga leximtarit, të cilat I ndjekim së bashku dhe pastaj do rikthehemi prapë se kemi kaq shumë suksese për të folur edhe kaq shumë eksperiencë jete për të diskutuar këtu së bashku me Altinin dhe Gonin. Përshëndetje Kinoteka, unë jam Ornela nga Leximtari. Cilët janë 3 thrillerat e këtij viti të 2025-s? I pari është Shërbëtorja nga Frida McFadden. I dyti është Pacientja e heshtur. Dhe I treti është Verity nga Colin Hoover. Të 3 këta libra I gjeni në librarinë Leximtari në Tirana Ring Center ose mund t'i porosisni në website-in ton leximtari.al dhe në rrjetet tona sociale. Ju mirëpresim. Bukur shumë, jemi rikthyer. Më duhet të them tani që realizimi I këtij podcasti nuk do ishte I mundur pa Leximtarin, Bonon edhe Cineplexin, kështu që falenderojmë Cineplexin për filmat e mirë edhe për kokoshkat e shijshme që na sjell për herë edhe që e kanë çmendur fare kolegun tim. Patjetër. Ja, sapo më kujtove ti Bonon që më ëmbëlson mua gjithmonë pas çdo podcasti dhe po ashtu edhe Leximtarin që na jep sugjerimet e duhura për të gjithë librat që ne duhet të lexojmë, sepse e di sa për zemër I kam të gjithë ata që na japin sugjerime të mira për filma, për libra dhe për gjithçka tjetër. Realisht I kam shumë për zemër se unë dhe Goni jemi të dy peshore, kështu që kemi shumë të vështirë të zgjedhim edhe I duam njerëzit që na tregojnë çfarë të bëjmë. Shumë e vërtet. Jemi këtu në këtë bisedë me legjendën e kombëtares ton, me ish futbollistin Altin Rakli, që me gjëra fjala çfarë janë në horoskop se na tha peshorën Viola. Ngaforja, okay. Një shenjë shumë e përkushtuar pas gjërave që bën dhe jo më kot. E ka prirje futbolli Ngaforja? Varet, nuk ka të bëjë me një prirje specifike, varet ka përkushtimin për atë gjë që bën që të jetë zakonisht më e mira në atë gjë që bën, edhe në rastin konkret.
që natyrshëm vjen edhe tani, jo besoj plotësisht nga shenja horoskopit se s'ka lidhje, po një lloj karakteristike e ka, dhe këtë ka treguar edhe Altini në fushën e gjelbër të futbollit. Altin, ne e lam te Bundesliga. Ti ke patur goxha episode, një nga ata që është përfolur shpesh edhe, po themi, një shkëmbim ose një replik, si mund të themun, me të madhin, me Kaiserin e futbollit, me Franz Beckenbauerin. Ishe i ri atëre dhe i riu si veriu, thot ajo fjala, që nuk i mendon gjërat shumë, po them kështu gjak nxehtë, shumë impulsiv. Po mjaft interesante ajo historia me Beckenbauerin. Ta tregojmë edhe për ata që na dëgjojnë. Në fakt, unë aty u tregova, nuk ishte lidhje me moshën, apo ashtu u tregova shqiptar. Tashi Kaiser ishte një njeri i madh, do bet një njeri i madh në futbollin, jo vetëm futbollin, por edhe në jetën private jo vetëm Gjermanisë, por edhe një figurë shumë e futbollit evropian e botror. Kështu që në këtë aspekt nuk kemi çfarë diskutojmë në këtë pjesë, po ajo erdhi direkt mbas një deklarate që ai kishte bërë në një nga gazetat më të famshme në Gjermani, Bild Zeitung, për ekimin tonë kombëtar para ndeshjes në Kaiserslautern. Domethënë që mos më erdhi mirë, edhe një javë më pas ku ne luajtëm direkt kundër Bayernit dhe ishte presidenti i Bayernit. Momentin që u takuam aty dhe ai më uroi për golin që kisha për Gjermanisë, më thash, po ne shqiptarët s'dim të futboll, se kështu dëgjova me gazetë, dhe ky ishte ai shkëmbimi dhe ironia në këtë rast, por që ai e mori me sportivitet dhe nuk është se u mërzit. Se deklarata ishte konkretisht kjo që ti ja ktheve si përgjigje pas suksesit. Pasi ai në një gazetë kishte thënë, domethënë, që Shqipëria nuk është skuadër që Gjermania do ta marrë shumë seriozisht në këtë aspekt. Megjithatë, ti Gjermanisë i bëri një super gol, që është e vërtetë, në 18 dhjetor të vitit 1994, jam i sakt. Ndeshja ishte në Gjermani, ishte për kualifikueset e kampionatit evropian të vitit 96, ku po themi Gjermania vinte si kampion e botën në vitin 90 dhe do të shpallej kampion e Evropës në vitin 96, dhe ti bëri një super gol që ka ngelur në memorien e gjithë ne shqiptarëve, po edhe të gjermanëve, kam përshtypjen. Dhe përveç kësaj, gjermanët, ne kemi luajtur shpesh ato vite me Gjermaninë në për kualifikuese. Me qira fjala, si ka mundësi që s'na ka rënë me Gjermania në përshorte këto vitet e fundit. Atëherë na ka rënë shumë shpesh dhe kemi patur paraqitje dinjitoze me Gjermaninë. Na kanë mundur sigurisht, sepse kampion bote, kampion Evrope, tash dhe pritshmëritë janë modeste, por loja e Shqipërisë ka qenë shumë dinjitoze dhe rezultati ka qenë gjithmonë me një gol. Një gol fitore për Gjermaninë. Dgjoj, në atë kohë federatat nuk ishin aq të pasura, dhe të ardhurat që merrnin nga UEFA ishin po aq të varfra. Krahasim me sot po flas. Sot ka shumë marramëndse, sepse edhe futbolli nga ana komerciale është rrit gigantisht. Në këtë aspekt Shqipëria para në çdo shorti lutej, shkote nëpër kisha xhamia dhe lutej që të na bite me Gjermaninë, si ishte vendi që pagunte më shumë se çdo vend tjetër, edhe më shumë se Anglia. Pyetje direkte. Ti ke shkuar ndonjëherë nëpër kisha xhamia për këtë punë? Jo, unë jo, po domethënë ato që merreshin pjesë të short, domethënë përfaqësues të federatës tonë. Që të binte me Gjermaninë, që na binte me Gjermaninë. Që të dukesh, po themi, si lojtar, po thua. Jo, që paguhesh. Që paguheshin, po. Merreshin të ardhur më të mirë, domethënë maja me në atë kohë federatat gjermane dhe ZDF-ja, pra që ishte stacioni kryesor që kishte kontratë, paguante 5 milion marka. Federata italiane e futbollit dhe Rai Uno që kishin drejtën televizive pagueshin jo më shumë se 1 milion e gjys. Do të imagjino çfarë flasim për një shifër të konsiderueshme për kohën. Dhe luteshim, ne lutesh na bite me Gjermaninë për këtë arsye, për drejtën televizive, domethënë. Edhe në fakt binte dhe ra shpesh me Gjermaninë. Na ra shpesh me Gjermaninë. Ky ishte fati jonë i mirë, si më thon. Dhe ti bëre një super gol Gjermanisë me paraqitje shumë të mira në pothuajse në të gjitha ndeshjet që ka luajtur përballë Gjermanisë, dhe kam përshtypjen që ata të njihnin ty. Se edhe luaj atje në Bundesliga. Dhe besoj që edhe për shtypin gjerman komentoheshe përpara apo pas ndeshjeve të kombëtares gjermane në atë kohë. Pra ishe si një pikë referencë që ata e dinin që te kjo kombëtarja shqiptar diku ande nga Ballkani, siç thoshte Kaiseri, që se dim ku janë, po është ky që e dim që luan në Bundesliga, është si lojtar referencë, po themi.
në fakt në atë kohë isha unë dhe nuk ishin ardhur akoma grupi tjetër i lojtarëve që erdhën më mbrapa, Ervin Skela, Altin Lala, Geri Qipi, Ervin Skela, sa po thash, Ervin Fakaj, domethënë Fakaj desha të thoja. E shumë emra tjera që erdhën më mbrapa. Fatmir Vata, Rudi Vata, domethënë erdhën shumë emra tjerë të ekipit ton kombëtar që ishin pjesë e ekipit kombëtar që erdhën me kohë. Plot Durrë ka ardhur. Vetëm Alban Bushi mungoj. E kishte ëndër të vite, por nuk erdhi dot. Pra kishin po unë isha i vetmi në atë kohë, në fakt që edhe aktivizohesha në Bundesliga një gjermane dhe edhe mediat në atë kohë më mend domethënë që të gjithë mediat gjermane të unë u referuan para ndeshjes dhe kam dhënë shumë intervista në atë kohë. Pra njifesha sepse ishe pjesë e atij kampionati. Fatmirësisht ndeshja mu jo vetëm me golin që bëra, po më shkoi mirë ditë, bëra një nga ndeshjet më të mira me ekipin tonë kombëtar. Edhe ajo më dha tjetër shtys dhe tjetër si më thon emër në futbollin gjerman edhe për karrierën time vazhdimsi. Edhe mënyra e golit si erdhi, pra nuk ishte një gol i zakonshëm. Megjithëse për mua goli është gol, për kaloj bilifatare ka të njëjtën vlerë. Po ai nga mënyra e realizimit ishte një gol shumë i bukur, edhe në distancë me gjujtje. Që i dha tjetër vlerë, domethënë. Ne kishim atë ditë kishim atë vërtet pavarësisht se vinim nga kushtet jashtëzakonshme. Një pjesë e lojtarëve tanë që sapo ishin transferuar nga Shqipëria, lojtar me emër që vinin nga kampionati jon, pjesë e ekipit kombëtar, kishin ardhur në Gjermani. Ka qenë një për shumë Zamir Shpuza, Rahmet pas se ka vdek, që ishte lojtar fantastik. Po fati keq që sapo kishte ardhur atje dhe ishte aktivizohej me ekip të ligës 5 apo 6 dhe një nga pyetjet që më bëshin mua gazetarët thoshte, "Dgjoj, me lojtar të kategorisë 6 doni të fitoni kundër Gjermanisë ju?" Dhe unë i thash, ato i thash janë për momentin kategorisë 6 se sapo kanë ardhur. Thash duam të ikin nga një vend që nuk ka perspektivë, nuk ka të ardhmë dhe kanë ardhur këtu. Po ato janë lojtarë aktual të ekipit kombëtar dhe do e shihni unë ndryshimin ça do kemi. Dhe faktikisht ndeshja atë ditë pavarësisht Gjermania na kaloi me 2 gola në avantazh, në qytet fillim 10. Arbitri na dha një penalti pa qenë kundra, se ne arbitrat në atë kohë në fakt na persekutonin. Unë mendoj që e bëjnë edhe sot. Jo, sot jo. Kanë sot jo. Domethënë kanë ndryshuar komplet marrëdhëniet sot. Se unë e shoh gjithçka kështu si nacionaliste. Jo, kemi president që është në institucionet më të larta të futbollit evropian. Pjesa e asaj. Dhe kjo bën të tërhiqen dhe arbitrat. Shqipëria në fakt ka dalë edhe nga ajo pjesa e zezë, siç ishte në fillimet tona, se ne ishim domethënë në fillimet tona edhe si vend, po ne jemi zhvilluar edhe si vend, do të themi drejtën. Pjesëmarrja jonë edhe në për Europë, pra ka tjetër qasje. Ekipi kombëtar është kualifikuar 2 herë në Europian dhe gjithë këto ndryshojnë dhe qasja ka si Shqipërisë. Po atëherë arbitrat për ju ishte më vështirë se ishin atëherë sikur luani në 12 lojtarë skuadra kundërshtare, domethënë. Unë përveç një ndeshje që më mend që arbitri, gjyqtari, ishte një gjyqtar belg. Një ndeshje që bëm mbas kundër Gjermanisë në 97-ën që këtu ishte lufta civile, ne na transferuan ato në Granada të Spanjës. Që humbëm po 3-2 bile unë atë ndeshje. Kam humbë dhe i penalti e mora vetë dhe humba. Më priti po këpke. Po. Po, lau hakun e golit do me thënë atje. E më duket 2 gola i bëri Ulf Christian mos gaboj i Gjermanisë. Po, dhe ne kemi marrë ditë 3 penalti. Po. E hera parë, një penalti që unë e humba dhe 2 penalti tjera që i bëri Bledar Kola të 2 gola. Po. Dhe pjesa tjetër gjyqtarët ne na kanë përsekutuar, domethënë në vendimet që merrshin. Se atëherë s'kishte as sistem VAR, nuk ishte as domethënë. Dhe çështja mbi tort, te ana gjyqtarëve flasim që ta mbarojmë këtë çështje, ishte në 2001-shin që mal stava ndeshja me Anglinë. Po, kishte David Beckhamin kundërshtar. Bravo, David Beckhamin, edhe me atë kam histori. Na e trego. Edhe atë kemi. Na e trego Altin se unë në vitin është pak banale. Në vitin 2001. Në vitin 2001 kam qenë 2 vjeç, kështu që duhet ma tregosh. Por që ndeshja ishte 2-1, unë shënoj golin e dytë, golin e parë bëra një gol kundër Anglisë 2-1
Dhe shënoi dhe golin e dytë kundër Anglisë dhe ishte gol super i rregullt. Po. Dhe arbitri ma anullon atë gol. Pse? E qyti pozicionin e ashloje. E qyti pozicioni e ashloje, ai është gol domethënë që dukesh edhe nga televizori që nuk kishte lidhje se ka qenë një geri në vit një bët që e mbate upside gati 5 Gary metra. Neville, po. Do nuk është se ishte shumë afër që ti mund gabosh me sy, do ti s'kishe shans të gaboje me sy. Ca albitra nga Luksemburgu. Dhe do kjo është pjesa fundit që them që sepse ne atë ditë do nuk humbshim më se ishte minuta e 93 që unë bëj golin dhe maron ndeshja, domethënë s'kishte kom. Pse, ë? Po mbarote ndeshja. Po. Do në momentin që më anullohet më goli, S'kishe mundësi të bëje tjetër gjë. po nuk kishte, s'kishte shumë kohë më. Po. Aty doi fitore patjetër. Okay. Po ne ishte historike për ne të mirëshim i pik Anglis. Po. Do unë i bëra 2 gola për 5 minuta Anglis. Po. Dhe ai një më anulloi. Po. Një nga këto golat. Super ndeshje. Dhe kjo ishte hera fundit, që mbaj më nund një gjyqtar na masakronte ashtu. Po. Sigur luante me Anglinë. Se na hoqi pikët, si më thon. Dhe pse u zure ti me Tani David me- Beckham? Kjo është interesant. Në momentin unë e kam dhe video, ma ka dërguar një gazetar, tash kote fundit që luajtëm para me Anglisë, ma dërgoi Po. pjesën ku më anullohet goli më. Bëj golin dhe më anullohet një tjetër. Në momentin që më anullohet ky gol, që unë isha i sigurt që ishte gol i rregullt, më shkoi kansori, tu protestu, tu i thon no, nuk ishte offside. No offside. Dhe në ato moment vje kryesori, më tërheq mu nga ansori, do nuk e punë me atë, më qortu. Po. Po unë nuk është se ofendova. Unë shkova thjesht për të protestuar, po qetësisht. Dhe në ato moment vjen kryesori dhe më tërheq. Edhe unë tu i shpjeguat kryesorit. I swear në anglisht, domethënë I swear se unë nuk e dija që ishin nga Luksemburgu, ato flishin gjermanisht, të dia thuaj gjermanisht. Dhe I swear were no offsides, no offside. Në ato momente që unë flas me kryesorin, vjet David Beckham, si ishte kapiteni i skuadrës, ky anglez. Dhe më vjen mu dhe më jep një shtytje me krah, domethënë çfarë drejqin e do ti, edhe ma thot dhe në anglisht, what do you want, që proteston këtu. Dhe unë i themi gjë që nuk thohet, fakt. Ja të në Shqipte. Jo, ja thosh në anglisht. Po bënte sens më shumë në Shqip. Se Shqip nuk do të kuptote, ja thosh në anglisht. What I want to your wife. Po mirë, një sekond. Kjo video është akoma. Jo, s'është video kjo, se kjo ishte një bisedë rreth me. Domethënë video është vetëm momenti kur ti proteston tek. Video është në momenti që unë protestoj. Po, domethënë ti ja the thjesht se ishe i acaruar dhe e shave. Ai s'kishte punë, çfarë lidhje kishte. Unë prezantoj po flisha me arbitrin, do të ti për çfarë vjen. Edhe mënyra se si e tha ishte shumë mos përfisë dhe përçmuese. Domethënë ju shqiptar, çfarë drejtën e doni ju shqiptar që proteston. Jemi Anglia ne. Kjo ishte domethënë, do për ne u ktheva ashtu. Ti nuk është e njihje gruan e din, në kuptimin e njeh shamolla. Pra do thuaj. Se njeh shamolla, atë njeh të gjithë bota. Se njeh. Po me ekstra i thashë. Po pra, edhe kjo. Orego. Jo, doja të kuptoja nëse ishte thjesht e shar nga inati apo e dinte se çfarë po thoshte. Jo, në ato momente kam përshtypjen nga inati sa. Po ai s'kishte lidhje domethënë. Patjetër ishte përçmuese, patjetër, në një kuptim. Po nëse ti ndjesh ofenduar, je natyrshëm edhe kjo reagimi përsi. Reagoi ndaj provokimit? Tash arbitri ishte aty dhe normalisht çdo arbitër do reagonte dhe do më jepte mua një karton atë momente, sepse është ofendim, domethënë. Pa i pa sjelljen e këtij. E kuptoj. Okej. Dhe vetëm domethënë na kështu na ndaun e të dy. E gjykoj të drejtë mos bënte ndonjë veprim për karton. Altin, jo, unë nga ty po kuptoj që këto situatat e sharjeve në fushë mes futbollistëve që nga shumë të zakonshme. Është normale. Pra, edhe sharje të rënda e kam fjalën, ëh? Është normale. Në kuptimin që, domethënë, kur e kuptova unë që mund të ndodhte një gjë e tillë, kur ndodhi ajo me Zidanit dhe Materacit. Aty e kuptova unë që, shiko këta ushakan edhe rënd, po them. Po kjo ndodh ka rëndo më burr. 80% të rasteve që ndodhen aty, domethënë fushën e lojës, të ofendimeve, sharjeve, provokimeve që bën me njëri tjetrin, nuk i merr vesh njëri. Patjetër, nuk i dëgjon sigurisht. Vetëm po arritet të lexosh buzën. Ja, tani e kanë gjetur ato vend dorën këtu, se ke vënë që vend dorën këtu, domethënë ti s'ia lexon dot as buzën. Edhe po vuni dorën këtu dihet domethënë, po që po ofendoj njëri tjetrin, pa diskutim. Po është e zakonshme në një lojë që ka shpirt edhe ka aty dëgjoj.
ka paston një shprehje e famshme këtu Tiranëse. Futbollista. Ishin dy vëllezër që lushin kundër njëri tjetrit. Edhe ajo shprehje ngeli edhe sot sa ditë përdoret, domethënë. Ato lushin kundër njëri tjetrit, jetonin me shtëpi dhe ishin me dy skuadra të ndryshme. Edhe kur vite puna ke loja aty i qiçin gjak njëri tjetrit. Domethënë, edhe thot ai, un jam Tiranës thotë, dhe Tiranësit kur luajnë edhe për i cop, fal për shprehjen, duan ta fitojnë. Po. Si duhet njëri për Tiranën, tjetri për Partizanin. Cili është pengu yt më i madh në fushë? Po ajo penalltia që përmendë çfarë që fitove vetë. Apo ka edhe diçka tjetër? Gjatë ke shumë pengje, nuk është vetëm një. ke shumë se ke shumë situata, domethënë që mund t'i kishe zgjidhur më mirë. Unë 2 penallti kam unë në karrierën time, kam unë këtë me Gjermaninë, kam unë edhe një me ekipin tim Unterhaching kundra 860-ës derbin në Olympia Stadium. Edhe nga ajo penallti që unë neshën, se mund ta fitonim, domethënë. Të janë pengje që të ngelin. Me Gjermanin, unë fakt e mora vetë penaltin. Dhe më hudhi Bledar Kola një super top, edhe ka qenë Jurgen Kohler dhe Thomas Berthold, Stefan Reuter, nuk e di diçka, ishin mbrojtja shumë të fortë, ato unë i kalovan shpejtësi. Jo Mateusi, jo. Mateusi ishte me sfush. Ishte me sfush. Dhe më del portieri, këpkëm del, domethënë, edhe tribloj atë më kap nga koma, penalti. Dhe në fakt unë isha i lodh, se kisha bërë shumë sprint, isha i lodh, edhe lojtari që është i lodh e ka mundësinë për ta humbur shumë më të madh se ai që është i qetë. Që është penaltia do qetësi këtu, po do qetësi domethënë fizike. Unë isha i ngarkum dhe në fakt unë pash, thash në do vitën një nga çunat e tjerë me mër topin, me gjyt doja leja, sepse e ndjeva. Po nuk erdhi. Po në fakt nuk erdhi asnjë nga këto çunat e tjerë, domethënë, zakonisht vite Bushi se ai kishte qef golin shumë. Ai kishte qef vdisë për gol. Ai domethënë, ai marroti, jepte jetën për gol. Edhe ndodhi që domethënë se ishte edhe i ri, më i ri se sa unë ekipin kombëtar. Edhe unë e mora vet. E kisha edhe besim te vetja, me thënë drejtën. Ai ishte besimi te prum. Masi takoj shumë mrapa Këpkën, në një turne me sallat mëdhme që bëshim ne në dimër, me sallat mëdhme kështu kalçeto. Futsal, që organizohte kampionati, Federata Gjermane organizohte vet në dimër që është të pritë kampionati, organizohte këtë dhe aty jam taku me këtë, me Andin. Edhe u kapëm, u takuam, domethënë, se ishte djalë fantastik ai. Edhe mu tha, to kishin trajner, kishin Sepp Maier. Sepp Maier më i madh i Portës gjermane, domethënë kampion botë të gjitha. Tha, dëgjoj, e di sa kam nejt, tha, me Sepin, tha, tu të studiu ty, tha, penaltit e tue që gjuhen kampionat gjerman, tha, dhe unë i gjuhe gjithmonë me krah. Unë penaltit me ekipin tim i gjuhe gjithmonë këne, domethënë krah djatha. Sepse me të djathën atje të shkonte ajo. Domethënë, e kisha për më mbarë, si me thonë, domethënë, e disa kemi studiu, tha, dhe po ta shohësh te video që unë kam që më ka prit penaltinë, ai ka ik shumë përpara ke krahu djathtë. Dhe unë kam mund se dhe po atje e kap. Da, ai e ka kap. Domethënë ai ka llogaritur shumë mirë. Megjithatë kishte studiume. S'ka problem se ti ke bërë super gol Këpkës, kështu që mos e vrit mendjen për penaltin. Ta vendosim pak përballë vështirësisë Altinin. Cilson ti eksperiencën që të ka shërbyer më shumë, po edhe të ka shijuar më shumë kombëtarën shqiptare të futbollit apo Bundesligën gjermane? Kombëtarja është ndjenjë, krenari, është shpirt, domethënë, kurse Gjermania është punë. Tash i vlerësoj vetë kush të kënaq më shumë. Janë dy gjëra të ndryshme po thua. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, ekipi kombëtar jep tjera ndjenja, tjera shijime. Pra janë dy gjëra të ndryshme, nuk kanë lidhje. Ajo aty është punë, ti je detyruar je profesionist, do përkushtohesh, aty je për ditë, me ekipin kombëtar je rrallë. Edhe është përfaqësim më shpirtëror ai. Do është më e rënd fanele se sa te klubet. Kështu që ti në 2005 nuk u riktheve me Tiranën. Këtu sa sezone ke qenë në Tiranën? Atë me Tiranë kam luajtur një sezon e gjys. Po. Në gjysmën e dytë, pra në gjysmën e sezonit të dytë, u largova pastaj shkova te Besa sepse
Në atë kohë vjen një trajner italian te Tirana dhe domethënë nuk pata më atë besimin e tij. Dosenan mos gaboj. Jo, Dosena. Dosena ishte i kombëtares, një manekini, diçka e tillë. Dhe pastaj u riktheve tek Besa. Edhe u riktheve Besa me objektivin se kam pas gjithmonë objektiv ta mbyll aty ku e kam filluar. Qartë. E kam pas gjithmonë. Dhe kështu ndodhi në fakt e mbyllë karrierën tënde që të gjithëve ne na ka bërë krenar. Altin e mbyllet aty ku e nisi tek Besa e Kavajës. Dhe pastaj ti vazhdove të bëje gjëra të tjera të mira për futbollin shqiptar, siç është futbolli i vajzave, i femrave. Ndalemi pak këtu se Viola... e ka ngritur nga 0. Në fakt në atë kohë unë mora pjesë në licencimin për të bërë trajner. I hyra fushës, doja të isha pranë. Do unë kisha 2 zgjedhje atëherë. Gjithë jetën në futboll, mbarova dhe institutin e sporteve këtu në Tiranë. Pra, njëri që është marrë vetëm sportet dhe unë nuk kisha gjë tjetër në objektivat e mia ose që mund ta bëja. Më mirë. Tash o do hapshe një kafene, e do bëj njeriu Loto. Loto sport. Jo, Loto sport që Loto s'kam qenë herë, po Jo, ai do ishte skenari më i zakonshëm që edhe mund të parashikoj pak çfarë mund ndodhte në fund. Se i njihje lojtarët dhe nëse. Pjesa tjetër ishte domethënë ose do bëje menaxher futbolli ose trajner, një nga këto dy. Pra, pjesa e trajnerit futet pastaj edhe drejtori teknik, futet edhe menaxheri skuadrës, pra pjesa e brendshme e futbollit, e teknike e futbollit. Ose do bëhesh menaxher futbolli të merresh me lojtarët. Unë si fillim fakt aty e nisa, bile edhe u regjistrova për të marrë licencën e menaxherit të futbollistëve. Po pastaj shifsha që kjo unë isha në Shqipëri. Këtu brenda në Shqipëri, kjo nuk mund të funksionojë, ti duhet të jesh jashtë. S'kishte futbolliste vajza. Do të kesh, jo, nuk ishte lidhje me futbollin e femrave. Pa nis futbolli i femrave. Mbasi lash futbollin tash, futbollin. Pra do të mesha një rrugë tjetër, se lash futbolli nuk është i përjetshëm. Me sigurisht, ka një moshë. Deri në një farë moshe. Sa vjeç ishe kur e le futbollin? 36 vjeç. 36 vjeç. Po. Po e lash në fakt kështu rastësisht se mund të deri në 40 vjeç pa frikë, se unë nuk kam abuzuar jetën time. Unë kam atë regjim, jam ushqyer mirë, kam bërë stërvitje të rregullt. Se futbollistët mund vazhdojnë për sa kohë janë në gjendje të mirë fizike. Po jam aty ke Ronaldo se të mesi nga 40 sa vjeç janë. Po majte aspektin fizik, do ta lejoj edhe analiza trupore, pra DNA-ja trupit do të jetë perfekt, do të jetë lidhje perfekte me këto gjëra të tjera, me mënyrën e trajtimit, me mënyrën e regjimit, me stërvitjen, me gjitha këto, domethënë s'do të abuzosh. Atëherë ti ke mundësi të jetë gjatësisë, të luash sa më gjatë futboll. Edhe unë kisha mundësi, po e lash rastësisht në fakt me Besën, një ndeshje ku ne lunim kundër Elbasanit, që ishte për kampionat vit. Nuk e di presidenti jon nuk u sol mirë, se nuk du të futem në çështje teknike që nuk është mirë të përmendim. Ishte një histori nga e cila ti nuk... Një histori që unë nuk thash, domethënë kështu deri këtu jam unë, se unë nuk bëj gjëra të tilla, domethënë që ashtu edhe ika. Edhe lash futbollin aty. Po, edhe përsede më shumë, kupton? Se dua patjetër ta ndajmë këtë. Neve na duket shumë e thjeshtë, një futbollist përfundon karrierën e tij me vendim personal ose jo. Po, cila është ndjesia e të pranuarit që nuk do jesh më në fush për të bërë golin? Ose për të luajtur edhe për të dhënë shpirtin bashkë me skuadrën? Si e përjeton ato momentet e para? Ajo është e vështirë në fakt, por në momentin që ti e lën të kesh parasysh gjë. Në momentin që ti e lën, unë e kam lënë thash me 36 vjeç. E kam filluar me po flasim me ekip tamam stërvitje, që stërvitem siç e thash shkollë 8 vjeçare, që kam qenë 14 vjeç. Dhe nga 14 e 36 bën shëlluari sa vite. Ndërsa profesionist kam qenë nga 18 profesionist deri 36, 18 vjet. Domethënë 18 vjet ti ke qenë për ditë në stërvitje, ndeshje, faza përgatitore, dhe faza përgatitore është merr, të bësh 3 deri në 4 herë stërvitje në ditë.
me ritëm të jashtëzakonshëm, sidomos, domethënë, edhe në kohën para se me një Gjermani këtu, domethënë, kampionatin tonë që kishte akoma më shumë përgatitje fizike se ishim me metodën e vjetër ruse, që bëshin nga 10.000 metrëshe. Si është kjo metoda e vjetër ruse? Po. Tortur? Edhe s'lenin edhe me pi ujë. Domethënë, mes verës 40 gradë, ti do stërviqe dhe thoshin jo, nuk do pish ujë se të bë dëm. Në fakt është vërtetuar sot është e kundërta. Ti do të pish sa më shumë ujë. Domethënë, se ka nevojë trupi për lëngje, se djeg motor. E vërtet. Nes na lën atë, se kështu ishte metodika atëherë. Pra, jemi servit shumë më rënd dhe kur ti servitesh për i kohë gjatë, përjeton shumë edhe lodhesh. Po, dhe vjen një moment. Dhe në momentin që vjen ai, ty të vje kënj shpirtërisht, a kupton? Sepse nuk je më pjesë aty, për shumica e ish futbollistëve e zgjidhin edhe me metodën tjetër që marrin pjesë pastaj me ekipet e veteranave dhe janë gjithmonë fushën e lojës, a kupton? Jo më përpara publikut të madh, po jem fushën e lojës dhe unë për momentin edhe këtë e bëj, që luaj, aktivizohem gjithë kohën, pra që të man afër fushës së blerë. Por pjesa pastaj mbas që ti do zgjedhësh një deg tjetër, nga futbollist, duhet zgjedhësh një deg tjetër. Ka lloj pastaj futbollistët që zgjedhin alternativa tjera që s'kan lidhje me futbollin, po shumica e futbollistëve që edhe ato që e ndjejnë më shumë brenda rrin gjithmonë pranë degës së futbollit dhe zgjedhin o të bëhen trajnera, o të bëhen menaxhera e futbollistësh, po pjesa e menaxherit dhe ky ishte ndryshimi mes me. Unë do zgjedhsha pjesën e menaxherit, po isha larg fushave, nuk isha brenda, isha larg. Edhe ose do ishe trajneri dhe trajneri është për ditë me fushën brenda, që edhe mund të lush vetë. Pra ja afër fushës. E kap topin si thosh. Edhe unë e fillova me këtë menaxherin e pash që isha larg fushës, pastaj ndryshova, thash jam më mirë këtu. Ka stres më shumë, ka shumë stres. Puna e menaxherit lojtarëve është shumë më e lehtë dhe më e bukur se ti je gjithkohon lëvizje nëpër stadiume, kontakte me futbollistë, me menaxher, me presidenta klubësh, e kupton? I shef ndeshjet me kollare nga VIP-a, kupton se je menaxher lojtar. O ty kjo s'të ngjiti se të bëndet ishe larg fushës. Fito më shumë lek. Se don edhe është si lek qyl. Është lek pa shumë sforcim. Për të ardhur tek femrat, e ngrite një skuadër dhe e shpallë dhe kampionë, mos gaboj. Dhe pastaj kalove te kombëtarja e femrave. Në futbolli femrave erdhi rastësisht, komplet rastësisht, domethënë se kam pas tjerë. Po ta lidh me diçka, domethënë opinioni im për futbollin e femrave. Gjinia femërore është gjinia më e zgjuar dhe më respektuar te ne, pa diskutim. Domethënë ne për gjinin femërore ne meshkujt kemi dobësi të veçantë, patjetër se kemi nënat, kemi motrat, kemi dashurat, kemi edhe në këtë drejtim nuk diskutohet. Por sporti, futbolli, sidomos është një sport që është me forcë fizike. Pra, qofse nuk e forcën fizike, ti nuk mund të bësh spektakël, forca fizike, lufta sportive, domethënë shpejtësia e lojës. Dhe te gjinia femërore kjo mungon. Dhe unë kur isha pjesë unë të Raingut, hera parë, kontakti parë me një futboll femësh aty domethënë që e pash me sytë e mi. Kombëtarja gjermane e futbollit ishte kampione bote në atë kohë. Kombëtarja gjermane e futbollit në ato vite ishte kampione bote, kampione Europë, nuk e di për e femrave. Po. Kishte një ndeshje në Mini. Dhe ishin në fazën përheritore të ndeshjes dhe bën një ndeshje stërvitore kundra ekipit të Unterrajingut U15, Djem. Pra femrat e kombëtarës gjermane me U15 Djem. Edhe po e zhvillojnë në stadiumin tonë të Unterrajingut. Ne stërviteshim nga fushat e stërvitore. Dhe ne marrëm stërvitjen, futemi në stadium sa aty kishin dhomat e zhveshjes. Dhe shohim ndeshje, dhe shohim edhe njerëz nëpër tribuna, tu pa. Çka ka këtu? Ata ndeshje miqësore po luan në kombëtarja e femrave gjermane kundra U15 të Unterrajingut, ndeshje stërvitor. Edhe aty pash për të parën. Ndeshja kishte një 10 minuta që kishte filluar. Po, okay. Dhe unë po rrinim ne se ishim gjithë djerë se do bënim dush, kupton? Dhe aty pashum për herë të parë dhe një 15 vjeçar i Unterrajingut, pra nuk isha as i Bayernit, këto ekipet e mëdha, i thjesht
që i triblojshin këto gocat, domethënë i triblojshin kështu, edhe ndeshja marrën një 8-0 për këto, domethënë për U15. Kode ke Viola mos u merr me këtë punë. Jo, nuk ka lidhje, unë e thash domethënë janë dy specifika tjera. Ato femrat bën kundra femrave, nuk kundra patjetër. Nuk është e barabartë, zhvillohet si kampionat, që zhvillohet si kampionat, domethënë në çdo vend, edhe kampionati gjerman ka futboll femrash, kampionat femrash shumë të fortë, bile në kategori 4. Do kategoria e parë Bundesliga deri në kategori 4. E kanë shumë të zhvilluar. Sidomos to nordike, domethënë Norvegji, Danimarka, kanë shumë zhvilluar kampionatin e femrave. Edhe për ta përmbledhur. Në momentin që erdhi këtu, ashtu, un kam një mikun tim të vjetër, një gazetar në RTS, Gent Symeraj, nuk e di, nuk e njihni apo jo. Një zë shumë i bukur, ka një zë nga më të dashurit tuke ne, bën dhe sponsor reklama gjëra, domethënë Gent Symeraj. Dhe ai në atë kohë kishte krijuar një skuadër femrash. Okej. E kishte kriju vet ai për si tifoz sporti, kështu. Dhe më thot mu, dëgjoj, unë atë kohë isha, domethënë po bëja këto licencat e trajnerit, domethënë më tha, hajtë stërviti çika ato gocat tonë se kanë ident. Unë s'kam trajner. Edhe aty filloi domethënë kontakti i parë, filloi të stërvisha nga çika ato gocat. Do të një vit më mbrapa, Federata Shqiptare vendos të hapi kampionatin shqiptar femër. Dhe aty pastaj u zhvilluan disa klube tjerë. Ka qenë një klub nga Shkodra, Ju Bandanja, edhe ajo ishte njëkohësisht bile përpara klubit të AS Tirana që kishte formuar Genci. Dhe ky më thot me çe filloi kjo tani, hajde majti gocat, domethënë ti hym ti kampionati edhe kështu po merrsha un pak me futbollin e femrave, domethënë. Ndërkohë që bëja edhe se nuk ish edhe këto akademitë e futbollit nuk ishin zhvilluar shumë, që për shembull unë mund të merrem me një akademi futbollit, po. Pastaj unë kisha objektiv në atë kohë, kisha objektiv që dalë të afrohej në Federatën Shqiptare të Futbollit. Tash me kontributin tim kaq me ekipin kombëtar, mendimin tim takote një post trajneri në ekipin kombëtar, po mbasi të merra licencat gjithmonë, ëh. Dhe kështu pastaj erdhëm step by step, si më thonë, hap masabi kontaktet. Në momentin që ne dolëm kampionat vit me Tiranën, fitum kupën e gjitha si i rrafëm gjithë ekipet dhe ishim të organizuar me femrat. Unë gjoj që nga federata kisha ardhur, domethënë na isha hap lajmi që do krijoj ekipi kombëtar i femrave. Edhe në fakt unë e mor licencën e trajnerit, licencën pro, domethënë më të lartën e trajnerit, UEFA Pro mos gaboj? UEFA Pro, po. Dhe i kërkoj pastaj presidentit federatës, i them në një post për mua këtu. Ka, tha, më ofroi vetëm këtë që ishte i lirë në fakt në atë kohë, edhe unë e mora. Kështu erdhi. Me shpresën që unë do të tregoj vetëm time si trajner këtu, sepse edhe ai futboll është dhe aty duhet të tregosh cilësi, qoftë fizike, qoftë taktike. Dhe unë në fakt e mora ekipin kombëtar nga zero dhe në një moment mbas 4 vjetësh, domethënë ne arritëm nga vendi i 300 që ti e fillon, domethënë në FIFA 300 FIFA e çova deri në vend 70, 80 FIFA. Goxha rritje. Altin, golin më të madh e ke bërë në fushë apo në jetë? Kjo pyetje në fakt duhet mendohesh shumë gjatë. Ta kthesh dhe herë, domethënë prit më kush ka qenë më i bukur, ky goli apo ky goli. Po u them që golin më të mirë kam bërë jetë se ka marrë i gocë fantastike që më ka dhuru 2 djem fantastik. Sa e bukur. Cilët po futen tek futbolli apo? Janë të 2 futbollista. Okay. I kam të vegjën, një 12 Anseli dhe një 10 Aleni. E kanë qef futbollin jo duke ja imponu unë, se kjo është kryesore, domethënë futbolli nuk imponohet. Futbolli dashurohet vet. Ato patjetër edhe me mendjen që kam pas babën futbollist, sa herë që vinë në Shqipëri, sa futëm në Rinas, i pari polici, a legjende erdhe dhe ato i bë përshtypje kjo. Ndoshta i jep më shumë shtytje që të arrin, të bëhen futbollista profesionistë, për shkak që e kanë me qef dhe unë ja jap gjithë mundësitë dhe suportin tim që ato të realizohen.
bëhen. Kjo është dëshira ime më e madhe. Dhe dëshira jo gjithashtu është që ata jo vetëm të bëhen futbollista, po të bëhen edhe më të suksesshëm se sa babai i tyre. Të na çojnë akoma edhe më lart. Ti shohim të luajnë me kombëtaren se do bono. Do më japësh një bono kuqezi, atë bono kuqezi. Po, e di pse do më japësh kuqezi mua ti? Oh, është me çokoladë. Me çokoladë, po. Do të ta them pse. Ha, më thuaj. Se do flasim për kombëtaren. Do flasim për kombëtaren, po un kam një pyetje, do ta nis me një pyetje shumë të pazakontë. E kap dot? Okej. Ja pra, ja se nuk mund të luaj. Se nuk pasoni dot. Altin, shiko, këtë pjesë mbetur duhet të flasim pak për kombëtaren, për ndeshjet e kombëtarës. Jemi para ndeshjes me Andorrën, para ndeshjes me Anglinë, jemi pranë shpresës tonë të madhe që të shkojmë në tokën amerikane në botrorin 2026-s, kemi dhe play-offet patjetër, me shpresën se do të jemi në vend të dytë, pra. Unë po kot dua të të bëj pyetje, meqense ti e the vet. Dhe pastaj ti vazhdo edhe fol për këtë kombëtare, për Silvinjon, për mënyrën se si është e organizuar e gjithë gjëja. Mund të jesh një ditë ti trajneri i kombëtarës shqiptare? Kjo është ëndra e çdo futbollisti, trajneri, tjetë trajneri i ekipit kombëtar është maja e çdo trajneri. Pra, sepse ti përfaqëson në rastin konkret vendin tënd lindjes, atë fanell që ti e ke mbajtur gjithë kohën. Dhe kjo të jep tjetër satisfaksion e emocion, sikur për shembull të jesh trajner një klubi apo një kombëtare tjetër që nuk takon ty. Është Silvinjo, po themi, zgjedhja e duhur për këtë kombëtare? Dhe tani po të pyes vërtet si teknik, si... Unë them që ka qenë zgjedhje e duhur. Ka qenë zgjedhje e duhur për shumë arsye. Ne shqiptarët e kemi çik në genin ton që mërzitemi shpejt, po edhe të ngremi shpejt. Normalisht kjo duhet ndryshoj pak me vite, dhe duhet bëhemi pak më të qetë në qasjen ton për vlerësimin e njerëzve të ndryshëm, nuk po flas vetëm fushën e futbollit, po gjithandej. Pra ne ngretëm Silvinën dhe tham, ky çeka njeriu më i madh që kemi pas nëse erdhi për një vit na çojnë në Europian. Ajo mund të ketë qenë dhe fat, mund të ketë qenë dhe rasti, mund të ketë qenë shumë pa ama, është një vlerë që ti do t'ja njohësh tjetrit apo dhe u mërzitëm shumë shpejt ato ndeshjet me Nation League që dolëm nga kategoria. Tani po e ngrem prapë se fitoi kundër Serbisë dhe po na çon play-off. Pra kemi këto luhatjet tona, fitoria me Serbin ishte shumë më shumë se futboll në fakt, aq më tepër të fitosh në shtëpinë e tyre se e fituam një herë me atë dronin dhe tani e fituam me futboll. Ishte një ndeshje që ne duhet ta fitonim patjetër nëse donim të kishim një shans, se po ta humbshi atë ndeshje, ishte shansi fundit edhe me barazim, po them nuk kishim shans më. Kështu që nga ana sportive, po e kapim nga ana sportive, na erdhi shumë si me thon, edhe ndim vet situata. Pra në radh para to kishin një skuadër të dëmtuar, të dënuar, me shumë lojtarë që i mungonin. Një skuadër që kishte probleme të brendshme, mosmarrveshje me trajnerin. Po. Edhe situata vetë ne na ndihmoi, themi të drejtën, me qenë realist, por pastaj ne e shfrytzuam shumë mirë këtë, edhe në fushën e lojës, patëm dhe fatin e dur në momente të dura, se nuk bëm ndeshjet perfekte. Pra nuk e bëm nga ana teknike, nuk bëm ndeshje perfekte. Edhe mendoj që kemi qenë shumë herë të rrezikuar në port. Patëm dhe fatin e dur, pra në moment të caktuar Strakosha ishte në formë atë ditë, na shpëtoi në disa situacione. Pra erdhën kushtet e tilla që ne tregum dhe karakter, e fituam atë ndeshje që duhet ta fitonin patjetër. Dhe më kryesorja kjo është, pra ne nuk kemi arrit në atë status, ne si Shqipëri, që në ndeshjet saktuar ku ty duhet patjetër fitoria, duhet patjetër. Ne si kemi fituar dot. Pikërisht të ndeshje kjo ndodhi. Duhet fitoria. Kjo është një qasje tjetër. Dhe fituam. Kjo është një qasje tjetër. Dhe fituam kundër një kundërshtari me probleme gjeopolitike, a kupton? Dhe probleme sportive. Sepse ajo është një skuadër, Serbia është skuadër shumë e fortë, Serbia ka traditë futbolli. Vjen nga ish Jugosllavia, domethënë kanë traditë. E kuptoj. Dhe nuk është e lehtë ti mundesh ato. Kështu që në këtë aspekt them që ne bëm gjën e dur në momentin e dur. Në nesër është ndeshja me Andorrën dhe pas 3 ditësh është ndeshja me Anglinë.
Do ikim botror apo? Do ikim në botror se s'po na mban vendi. Kjo ndeshje me Andorën dhe normalisht nga një llogaritje e thjeshtë që mund të bësh, qoftë se ti futesh pra, tamam me atë objektiv, me atë përkushtim. Vëmendje. Siç ndeshjet e tjera që na duhesh patjetër 3 pika, ti e fiton ndeshjen sepse Andorra është një kundërshtar i sikletshëm, i themi në futboll. Që do të thotë ta bën jetën e vështirë. Janë këta të vegjëlit që të nxjin jetën. Ta bën jetën e Po vështirë. problemi ynë është se ne futemi me mendje shumë të qetë. Ja pra sapo e thash, jo vetëm mendje të qetë, po duhet të jesh dhe i përqendruar shumë, i vëmendshëm, agresiv, e shumë gjëra që i takon çështjes teknike të futbollit, kualitetet ne i kemi, pra nuk mund të marrim ato me kualitete, por nëse nuk i ke këto komponenta të ndeshje, mos të duket çudi që nuk e fiton fund. Pra të mos çuditemi që nëse nuk shkojmë, nuk e fitoj kështu. Pra dhe ti, po se fitova atë ndeshje, shumëzoje me 0 ndeshjen me Serbinë që fitove atje. Sepse Serbia ka një ndeshje mangut. Do e fitojnë ndeshjen e vet. Po. Me Letonin. Po e marrim, domethënë që Serbia e humb ndeshjen me Anglinë, po edhe ti do e humbësh. Anglinë e heqim nga llogaria sepse e kemi të humbur, e heqim. Atëre, qofse ti nuk fiton me Andorën, po. Se ti një pikë je sipër Serbisë. Dhe Serbia e fiton me Letonin, të hyj sipër Serbia ty, dhe del vend dytë, dhe ti del vend tretë prap. Më kupton? Domethënë, po ne shpresojmë për më të mirë. Dhe ne por mendojmë që Anglia ka ndeshjen kundër Serbisë në Angli dhe Anglia vjet te ne pastaj në fund, ndeshjen e fundit. Dhe ndeshja e fundit vjen Shqipëri. Ata mund të jenë të shtensionuar sepse tashmë janë vend parë dhe domethënë e kam gjuar dhe nga deklaratat e trajnerit që do bëjnë shumë eksperimente, pra do fusin lojtarë të ri, po ato eksperimentet e Anglisë nuk quhen eksperimente valla, se të vjen lojtari i Evertonit, lojtari i Chelsea, i Aston Villës, e këtyre ekipeve që janë ekipe të mëdha, gjithë që nuk kanë luajtur shumë në ekipin kombëtar, po ato duan të zënë vend në ekipin kombëtar. Dhe ata luajnë më fort për këtë arsye, se duan të duken. Kështu që nuk kanë ndeshje të lehta kundër Anglisë, ë? Dhe besoj që do ta marrë lehtë kush. Por me që ne luajmë fushën tonë, Serbia luan fushën e anglezëve, pra në Angli, ne jemi pak më të privilegjuar, si më thon, në këtë drejtim. Pra qëllimi po heqim të dyja ndeshje, sikur edhe ne humbim dhe ata e humbin. Ne na duhet patjetër fitore atje. Nesër në Kështu që urojmë çunave fitore nesër dhe përqendrim. Dhe përqendrim, unë uroj që nga gjendja fizike të jemi gjithë fit. Dhe sa ana fitnessit është kryesore, mos na mungojë as lojtar kryesor. Atëherë duke pas këtë dhe përqendrimin total, maksimal në ndeshje, ne do ta fitojmë ndeshjen pa diskutim. Dhe një gjë e fundit, për të shkuar në botror do na duhet, pra nëse nesër fitojmë, që unë dua të fitojmë dhe besoj që do fitojmë, do na duhet dhe play-offi. Edhe aty kemi disa skuadra që paktën sipas asaj që mendohet Çekia, Hungaria, Polonia, nuk e di kush mund tjetër. Vim nga një përvojë mirë me Poloninë, kemi mundur. Këto skuadra mund ta binë në play-off. Pra janë skuadra të mundshme që mund ta binë në play-off. Janë skuadra pak a shumë të nivelit ton. Jo tamam, po themi janë skuadra tradite, janë skuadra që ne kemi mund vërtet në ndeshjet e fundit, po nëse do i kthejmë Çekia për shkakun që ne mundëm në eliminatorët e Europianit, një vit më pas në eliminatorët e Nation League-s, na mundi të dy ndeshjet. Dhe Polonia? Me Poloninë nuk kemi zhvilluar ndeshje, por Polonia është e fortë. Sapo pati një rezultat, janë skuadra tradite që kanë marrë pjesë pothuajse gjithmonë në kampionate europiane, edhe shumë herë në kampionate botërore. Pra kanë atë traditën e vet, ato mund të kenë 1 vit, 2 vjet dobësi, ndoshta ndryshim brezi apo momente të caktuara që nuk i përshtaten lojës dhe sukseseve, po ato kthehen shumë shpejt. Kthehen shumë shpejt aty ku kanë qenë gjithmonë. Pra në vazon e dytë, ndërmjet vazos 2 dhe vazos parë. Ne s'kemi qenë kurrë vazon e dytë dhe vazon e parë. Kurrë. Ne kemi qenë gjithmonë 3 e poshtë. Kurse këto janë skuadrat që kanë qenë gjithmonë ndërmjet vazos parë dhe dytë. Më kupton, domethënë nga tradita. Janë skuadrat elitare. Kështu që gjë të lehtë, ta harrojmë që nuk ka, janë 2 ndeshje lufte. Po pastaj janë 2 ndeshje lufte që ti do të kalosh këtë herë që të shkosh aty. Dhe pastaj aty po flasim gjë tjetër, varet çka kundërshtar do na bin pastaj. Qartë. Atë lojën disor vetë ka me merakun. Atë lojën disor vetë. Po ato emrat e futbollistëve nuk i lexoj se nuk i njoh. Okej.
Kështu që po ta lë ty. Loja This or That në fakt nuk është vetëm me futbollistë, është edhe me gjëra të tjera, por që kanë të bëjnë me futbollin. Ta nisun këtë të parën e vazhdo ti me futbollistët. Nise ti. Atëherë do të vëm përpara zgjedhjes Altin. Njërin nga të dyja do zgjedhësh. Po shkurt. Messi apo Ronaldo? Nga ana futbollistike apo në përgjithësi komplet, si kompleks? Në përgjithësi. Si e gjykon ti? Këto zgjedhje. Si kompleks Ronaldo. Okej. Silvinho apo Reja? Yes. Silvinho. Nëse unë në fakt do doja t'i bëja te kjo Silvinho. Silvinho apo Hans Peter Briegel? Silvinho. Okej. Bundesliga apo Serie A? Serie A. Okej, interesante. Okej. Kombëtarja apo klubi, këtë të pyeta edhe shpar edhe zë dhe kombëtarën, Shqipëria apo Gjermania tani në aspekt shteti? Shqipëria. Okej. Stërvitje apo talent? Unë apo përgjithësi? Në përgjithësi. Kush ka vlerë më të madhe, po themi? Peshën. Talenti. Shpejtësi apo teknik? Ku i keni zgjedhur këto pyetje për të qenë profesionale, domethënë që edhe unë kam vështirë. Duke pas parasysh që futbolli sot është bësh shpejtësi maksimale, them shpejtësia. Okej. Gol në derbi apo gol me kombëtaren? Kush të shillon më shumë? Çfarë derbi? Tifozi shqiptar apo gjerman? Më i mirë, më i zjarrt, më ku diun. Shqiptar, më çfarë thotë më vetë. Kjo është edhe një thirrje drejt për drejt që mos i ndalojmë më tifozët nëpër stadiume. Loj në shi apo në diell? Diell, unë jam dielli valla. Penallti apo goditje dënimi? Po penalltia më thjesht. Vazhdo e gonda Por një me futbollistët. ama humbjen e penalltisë vuan më shumë se sa humbjen e goditjes dënimi nga ana tjetër. E vërtet. Unë dua të marr disa vlerësime nga ty. Cili është për ty futbollisti shqiptar më i mirë i gjitha kohërave? Në mendimin tënd. Tani këtu ndahem sepse kur flet për lojtar më të mirë të gjithë kohërave, është vështirë të zgjedhësh një, gjithashtu po thosh këtu për Shqipëri, lojtari më i mirë gjithë kohërave është vështirë sepse ka pas shumë lojtar pikant në faza të ndryshme të jetës, kohërave të ndryshme. Shumicën unë nuk i njoh fare, Panaut Panën për shkakun se kam pa kurrë fush. Këtu njerëz thonë që Panaut Panën është lojtari më i mirë gjithë kohërave, unë them që ky është gabim, se nuk mund të matet cilësia një lojtari para 150 vjetësh me cilësinë e lojtarit sot që është më i miri për momentin sot. Kështu që në të drejtim e kam shumë vështirë të jap një emër. Por nëse ti e do patjetër, e do patjetër emër. Suspans. Në vështirë, është në fakt e vështirë. Unë kam pas shumë simpati për dy emra në kohën që nuk luaj akoma me të rriturit që më pëlqenin jashtëmase, që ishte në atë kohë ishte Çimuça edhe Sulde Mollari. E dia që do ishte Sulde Mollari, po edhe Çimuça. Domethënë një nga këto dy, zgjidhe vetë. Cili ka qenë mbrojtësi më i vështirë që ke pasur përballë? Ai sa ti mban mend se ti ke bër qindra ndeshje. Po që ty të ka qenë vërtet një mbrojtësi. Tani kujtohen me emra të gjithë. Po unë kam pas një lojtar që jam rrit me atë kavaj, moshatar që me klasa sportive bashkë, deri me ekipin e parë. Është grumbulluar dhe shumë me ekipin kombëtar, edhe po ja thoja kur e takova para pak ditësh. Po ja thoja që mbrojtës si ty, unë në Gjermani kam pas vështirë ta gjej. Ishte vërtet quhet për barim Daiu. Okej. Ka luajtur me Besën, ka luajtur me Partizanin, ka luajtur me disa skuadra këtu, por nuk e pati vullnetin kur se unë ja ofrova atëherë mundësinë që ta merr në Gjermani. Nuk kishte vullnet, domethënë që të lojtar talent që kishte lind. Për atë një nga mbrojtësit më të fortë që unë kam luajtur, po. Portieri më i fortë që e përballur ti, që mban mend. Thash gjithmonë që mban mend. Po kam luajtur kundër shumë portierë, shumë. Domethënë imagjino edhe në për klube dhe me ekipin kombëtar para shumë portierëve, po me që ka ardhur puna që më priti dhe penalltin, po them Andi Köpke. Okej, bukur. Trajneri më karizmatik që ke patur. Dhe këtu e mban mend se pa kanë qenë trajnerët.
Karizmë, jo dhe me trajnerë. Ose që të ka vajt më mirë, po them. Kam pas një 30 trajnerë në karrierën time. Po fshi, domethënë dhe kemi kombëtar tonë dhe bashkë të gjitha. Atëherë trajneri më karizmatik. Po e fusim trajner dhe zëvendës trajner. Po fusim bashkë në staf, po fusim Faruk Sejdinin. Okej, interesante. Ai ishte domosdoshmë që bota dhe gallate dhe gjithë, Idhulli yt i fëmirisë? Futbollist. Marco van Basten. Holanda. Dhe nëse do të luaje ende sot, po them do të ishe në moshë të luaje, me cilin ekip do doje ti të luaje? Barcelona. Bukur. Edhe tani unë do zbuloj futbollistin tënd të preferuar me pyetje rrufe, shumë të shpejta, nga këta që kemi zgjedhur random, pra pa asnjë lloj paragjykimi. Dhe janë të gjitha kohrave. Andres Iniesta apo Garincha? Iniesta njofun. Okej. Iniesta apo Virgil van Dijk? Iniesta. Iniesta apo Eusebio? Iniesta. Iniesta apo Neymar Junior? Iniesta. Iniesta apo Paolo Maldini? Iniesta. Iniesta apo Luka Modric? Iniesta. Kujdes mos thotë Igli. Për këtë. Igli është i vogël para mes, është më i rison. Iniesta apo Ronaldinho? Ronaldinho. Mirë, okay, ndruam. Mirë, okay, Ronaldinho apo Johan Cruyff? Unë si tifoz holandez. Cruyffin në fakt vetëm çka kam pa tani do i rri Ronaldinhos. Ronaldinho apo Kaká? Hajde, të shohim Ronaldinho. Ronaldinho apo Gerd Müller? Ronaldinho. Ronaldinho apo Michel Platini? Ronaldinho. Ronaldinho apo Zico? Ronaldinho. Mirë, ta bëjmë çik vështirë tani. Ronaldinho apo Leo Messi? Leo Messi. Okay. Leo Messi apo Roberto Carlos? Leo Messi, këtu tash s'ke nevojë të thosh një të tjerë më mbas. Ta lëm te Leo Messi. Leo Messi. Te Leo Messi. Ka be marrën direkt. Jo se do thoja. Do thoja edhe Leo Messi apo Diego Armando Maradona. Aty do fuçë. Kështu që këtu bëje këtë do ta jap përgjigjen. Leo Messi apo Diego Armando Maradona. Kok më kok numri 10 Argentina. Diego Armando Maradona. Dhe për një arsye. Që ta mbyllim. Gjë që nuk e ka Messi. Ai ishte lider që e merrte skuadrën përpara. Messi nuk e merr dot, nuk e bë dot. E vërtet. Ne falenderojmë shumë që ishe me ne. Tani Egoni do na japi sugjerimin se çfarë mund të shohim nesër në Cineplex, ndërkohë që Cineplex të mirë për ty dhe jo vetëm, mund të shkosh me një mik, ndoshta me bashkëshorten ose me këdo që zgjedh ti. Në cilën datë që do për të parë një film, se besoj edhe filmi është një mundësi shumë e mirë. Ja, shkoj shumë shpesh në kinema fakt. Edhe ku ka më mirë. Shumë faleminderit. Ta gëzosh nesër në Cineplex në 13 nëntor The Running Man, aksion fantastiko shkencor, është një film që është remake i filmit me të njëjtin titull i vitit 1987 me Arnold Schwarzenegger, një burr merr pjesë në një lojë televizive ku konkurrentët lejohen të shkojnë kudo në botë ndërsa ndiqen nga gjuetarët që janë punësuar për t'i vrarë ata. Një super aksion, një ribërje e filmit legjendar me Arnold Schwarzenegger nga nesër në 13 nëntor në rrjetin e kinemave Cineplex. Merrni biletën dhe shkoni, mos e humbisni. Faleminderit Cineplex, faleminderit lezimtari, faleminderit Bono që na ëmbëlson, faleminderit Altin Raku. Faleminderit edhe ju miq të Kinotekës se na ndoshët deri në këto momente. Paçi, një vazhdim jave sa më të bukur, shihemi të mërkurën e ardhshme. Mirupafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon.